Mirëmbrëma, të nderuar zonja dhe zotrinj. Një muaj më herët në qershor u kremtua 20 vjetori gjykatës kushtetuese. Kam të ftuar sonte në studio ish antarin për 13 vjet të gjykatës kushtetuese, zotin Sokol Sadushi. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Jo pa qëllim kam zgjedhur të flas pikërisht sot për gjykatën kushtetuese, për drejtësinë në përgjithësi, por për një gjykatë që ka pasur për detyrim në një farë kuptimi të balancoj pushtetet, të kontrolloj dhe sidomos të ruaj kushtetueshmërinë e ligjeve në Shqipëri. Si ja kemi dalë këto 20 vjet me gjykatën kushtetuese dhe me rolin që ka pasur? Mendoj që deri diku ja kemi dalë. Në fakt, gjykata kushtetuese e thatë ju me të drejtë janë organe që janë krijuar për të kufizuar pushtetet. Dhe çdo pushtet ka nevojë të kufizojë pushtetin dhe organi që merret pikërisht me këtë çështje është gjykata kushtetuese. Në 20 vjet gjykata kushtetuese kur bën një bilanc të punës saj, sigurisht që ke shumë vendimarrje të suksesshme, ashtu si ke edhe vendimarrje të diskutueshme. Megjithatë, unë mund të them që përgjithsisht në të gjithë vendet e Evropës Lindore, gjykata kushtetuese janë dalluar si institucione që kanë ndihmuar në këtë tranzicion pushteti. Kanë ndihmuar për të kufizuar pushtetin. Ishin të gjithë shtetet që vinin nga diktaturat komuniste, ashtu siç ishte edhe Shqipëria, dhe ishte shumë e nevojshme që në këto shtete të krijojë një institucion që të jetë në gjendje të bëjë ballë pikërisht pushtetit. Dhe në fakt është traditë e të gjithë vendeve që kanë gjykata kushtetuese që kanë kaluar diktatura. Po të shikojmë që nga krijimi i gjykatës kushtetuese gjermane, është pikërisht një lloj imponimi që është bërë atij vendi për të krijuar gjykatën kushtetuese sepse kishte kaluar një diktaturë. Kjo vjen edhe në brezin e dytë të gjykatave kushtetuese që fillon me Portugalinë dhe me Spanjën në vitet 70-80 dhe brezi i tretë që quhet edhe gjenerata e tretë e gjykatave kushtetuese që është gjenerata e vendeve të Evropës Lindore, të cilat kaluan një diktaturë dhe kishin shumë të nevojshme krijimin e institucionit të tillë. Pikërisht këtë mision ka patur gjykata kushtetuese e Shqipërisë për ta kryer në këto 20 vjet. Sigurisht unë kam atë përshtypjen time pozitive lidhur me veprimtarinë e këtij institucioni, natyrisht jam edhe kritik në mënyrën se si ajo e ka ushtruar në momentet e veçanta, por e rëndësishme është që gjykata kushtetuese i ka dhënë zgjidhje shumë çështjeve madhore. Atë që në shumë raste politika nuk ka patur mundësi ta bëjë ose nuk ka guxuar ta bëjë, ka guxuar ta bëjë gjykata kushtetuese. Në disa raste dhe për këtë mandej është sulmuar, anatemuar dhe ka qenë në qendër të kritikave. Do t'i marrim me radhë rastet, po doja t'ju bëja një pyetje më të drejtë për drejtë. E di që përballë kam një ekspert të së drejtës kushtetuese, do t'jetë e vështirë që t'ju përgjigjem nivelit tuaj të artikulimit të çështjeve të së drejtës, por do t'ju lutesha që ta mbanim këtë bisedë për ta bërë sa më të thjeshtë për të kuptuar gjithë qytetarët që na ndjekin nocionet, zbatimin, kushtetutën, kushtetueshmërinë, të gjitha këto koncepte. Më lejoni të bëj një pyetje ndoshta naive, përdesa ka një kushtetut, pse duhet të ketë një gjykatë që e mbron këtë kushtetut, ndërkohë që institucionet merret a priori që në një sistem demokratik duhet sillen në mënyrë kushtetuese? Është shumë e rëndësishme për një shtet që të ketë kushtetut, por nuk do të thotë që po patë kushtetutën ke siguruar demokracinë. Ajo që e bën shumë të domosdoshme funksionimin e demokracisë është pikërisht një institucion që realizon drejtsinë kushtetuese. Nuk është thënë që të quhet domosdoshmëri gjykatë kushtetuese, sepse ne kemi dy sisteme në botë që nuk e kanë domosdoshmërisht gjykatën kushtetuese. Kemi sistemin anglosakson, i cili nuk e njeh gjykatën kushtetuese, por ka gjyqtarë të zakonshëm. Kemi dhe sistemin evropian që ka gjykatën kushtetuese. Kështu që nuk shtohet problemi i domosdoshmërisë së gjykatës kushtetuese, shtohet problemi i domosdoshmërisë së një institucioni që ushtron pushtetin e drejtësisë kushtetuese. Dhe pikërisht gjykata kushtetuese është organi që duke qëndruar në pamje të parë mbi të tre pushtetet, ajo përpiqet të neutralizojë epërsinë që mund të ketë një pushtet në raport të tjetrin në funksion të abuzimit që ai mund të bëjë këtij pushteti. Dhe domosdoshmëria e ekzistencës së gjykatës kushtetuese lidhet pikërisht me funksionin që asaj është saktuar nga kushtetuta, që të kontrollojë pushtetin, të kufizojë pushtetin, të ruajë balancën ndërmjet tyre dhe ajo që është më e rëndësishme të mbrojë të drejtat dhe liritë themelore të shtetasve.
Ndarja e pushteteve në Shqipëri është e brisht, thot opozita, është e konsoliduar, thot kreu i majorancës. Jo më larg se në 20 vjetorin e gjykatës kushtetuese. Si është në të vërtetë? Në fakt, edhe veprimtaria e gjykatës kushtetuese është më e spikatur pikërisht në këtë që sapo thatë, në ndarjen dhe balancimin e pushteteve. Nëse gjykata kushtetuese mund të ketë bërë një emër të mirë, edhe në aspektin ndërkombëtar, krahas atij kombëtar, është pikërisht vendimet që ajo ka marrë për sa i përket ndarjes dhe balancimit të pushteteve. Në mund të ketë një institucion që mund ta përmbush në mënyrë të suksesshme këtë mision, është pikërisht gjykata kushtetuese, sepse me vetë kompetencën që asaj i është dhënë nga kushtetuta, ajo ka për detyrë, krahas të drejtës, për të balancuar pushtetin, për të ndaluar abuzimin që mund i bëhet pushtetit nga ana e organit përkatës, dhe pikërisht ky është misioni i saj i rëndësishëm që natyrisht në këtë demokraci të brish shqiptare, misioni i gjykatës kushtetuese ka rënë pa. Pozitivisht, natyrisht ka pas raste që gjykata kushtetuese me zgjidhjet e saj edhe mund mos ketë ndikuar pozitivisht në këtë klim politike. Debati politik për sa i takon edhe ndarjes së pushteteve. Ju e thash pak më herët në krye të intervistës që keni qenë për 13 vjet antar i gjykatës kushtetuese, si u zgjodhet? Si funksionon? Si zgjidhesh antar i gjykatës kushtetuese? Duhet të kthehemi pak në kohë që vitin 98, kur unë u zgjodha, ka qenë prilli vitin 98, kur u zgjodha antar i gjykatës kushtetuese, ishin në fuqi dispozitat kryesore kushtetuese. Dhe procedura e zgjedhjes së gjyqtarëve kushtetues nuk ishte ajo që është sot. Atëherë parashikohej zgjedhja e 5 gjyqtarëve kushtetues drejt për drejt nga Kuvendi, dhe 4 gjyqtarë të tjerë propozoheshin dhe zgjidheshin nga presidenti i Republikës. Unë isha pjesë e vendimarrjes së Kuvendit. Propozimi mua më erdhi në atë kohë nga zoti Vladimir Majko, i cili ishte kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, dhe që në fakt në atë dilemën që ka kushdo kur i ofrohet një funksion i tillë kaq i rëndësishëm, sigurisht që unë e kisha pak të vështirë, por ndoshta ajo që unë kam arritur të jem sot është falë zgjedhjes që bëra dje. Dhe mendoj që nuk kam bërë një zgjedhje të gabuar, sepse është e vërtetë që unë duhet lija profesionin e avokatit. Natyrisht duhet të vazhdoja të ushtroja funksionin e lektorit të së drejtës në fakultet, por ndërkohë do të merrja përsipër një mision shumë të rëndësishëm, i cili kishte një përgjegjësi shumë të lartë. Dhe mendoj që kam bërë zgjedhjen e duhur. Ju thatë që prej 98-s, kur ju jeni zgjedhur, ka ndryshuar mënyra se si zgjidhen antarët e gjykatës kushtetuese. Po tani çfarë kriteresh ka për të zgjedhur antarë kësaj gjykate? Pikërisht disa muaj pasi unë u zgjodha gjyqtar i gjykatës kushtetuese, ndryshoi kushtetuta. U minatua kushtetuta e vitit 98 në nëntor dhe përcaktoi kritere të reja për sa i përket zgjedhjes së gjyqtarit kushtetues. Ndryshoi më tepër në aspektin e procedurës, jo në aspektin e kushteve që duhet të plotësojë një gjyqtar kushtetues, sepse kushtet janë dy, sipas kushtetues aktuale, po dhe sipas kushtetues mëparshme, pothuajse ishte njëjti formulim me diferencën e viteve që kishte kryer në profesion. Dy janë kriteret, është kualifikimi i lartë dhe vjetërsia, 15 vjet. Këto janë dy kritere që përmend kushtetuta dhe nuk mund përmendi më tepër se kaq. Çdo gjë tjetër pastaj lihet në dorë organeve përkatëse. Dhe është presidenti i Republikës, ai që është iniciues i procedurës së zgjedhjes së gjyqtarit kushtetues, dhe mbetet që vendimarrjen përfundimtare ta japi Kuvendi. Natyrisht, zgjedhja e gjyqtarëve kushtetues është një prerogativë e dy organeve të larta të shtetit. Natyrisht ka elemente politik në vetvete zgjedhja e gjyqtarëve kushtetues, por kjo nuk do të thotë që gjyqtarët kushtetues janë gjyqtar politik. Nuk do të thotë që gjyqtarët kushtetues duhet patjetër që të bëjnë zgjedhje të natyrës politike në kuptim të anësisë, sepse faktikisht zgjedhjet që bën gjykata kushtetuese janë të natyrës politike, po jo se janë të anësisë politike ose jo se duhet të jenë të anësisë politike. Kështu që nga kjo pikpamje, kriteret jo se kanë ndryshuar, ajo që është e rëndësishme për të kuptuar është që varet shumë nga organet që iniciojnë procedurën e zgjedhjes së gjyqtarit kushtetues, të cilët duhet nisën rreth parë, jo thjesht nga procedura, por nga integriteti që duhet të plotësojë ky person të cilin ata kanë menduar ta zgjedhin si gjyqtar kushtetues. Dhe çështja e integritetit është çështja primare për mendimin tim në funksione të tilla të rëndësishme. Është ndjekur si parim integriteti në antarët që janë propozuar? Këtu ka subjektivizëm. Normalisht unë mendoj që sigurisht që është tentuar të bëhet zgjedhja më e mirë, por nuk besoj se është arritur të bëhet zgjedhja më e mirë. Dhe çështja e integritetit është një çështje që natyrisht perceptimi publik
është një gjendje ta menaxhojë mjaft mirë, ndoshta ndonjëherë më mirë se sa vetë politika. Sepse çështja e integritetit është e lidhur pikërisht me konceptin që duhet të ketë në radhë parë vetë kreu i shtetit kur zgjedh gjyqtarin kandidaturën për gjyqtar të gjykatës kushtetuese, i cili duhet të jetë në radhë parë një person me integritet moral dhe profesional, i cili duhet di të bëjë një dallim midis të drejtës dhe të gabuarës, i cili duhet të di se si do të veprojë për të bërë këtë diferencë dhe që do jetë aq i aftë për ta thënë me plot gojën që unë po bëj zgjedhjen e duhur. Natyrisht çështja e përzgjedhjes së kandidaturave jo vetëm të gjykatës kushtetuese, por edhe të gjykatës lartë, ndoshta edhe nga vetë perceptimi që ka pas opinioni publik dhe sidomos opinioni i profesionistëve të së drejtës, ka lënë për të dëshiruar. Përpara se të ndalemi tek momentet kyçe të gjykatës kushtetuese në këto, edhe në pak në retrospektiv në vitet e mëparshme, mbetemi këtu. Gjykata ka 9 anëtar, gjykata kushtetuese. Aktualisht nuk janë 9. Një prej tyre ka dhënë dorëheqjen, situata është në një ngërç, në një impas që ka ardhur si pasojë një përplasje midis presidencës dhe majorancës në parlament. 2 prej anëtarëve aktual u kanë mbaruar mandati dhe madje kanë votuar për të rinovuar mandatin e tyre. Dhe në këto kushte mund të themi në atë që disa analistë medias e kanë quajtur gjykata anti-kushtetuese, në kuptimin që dhe vetë po funksionon në mënyrë jo kushtetuese për shkak të mospasjes numrit plot të anëtarëve. Pse ka ardhur deri në këtë pikë situata? Unë nuk do ta quaj gjykata jo kushtetuese. Faktikisht ajo është gjykata kushtetuese. Çështja e moskryerjes së ripërtëritjes apo çështja e moszëvendësimit të gjyqtarit të dorëhequr është çështje që i përket organeve përkatëse të cilët merret me zgjedhjen e gjyqtarit të kushtetues. Është e vërtetë që me dorëheqjen e një prej gjyqtarëve të gjykatës kushtetuese krijohet një lloj hendeku në vendimarrjen kushtetuese. Po kjo nuk do të thotë që gjykata nuk është në gjendje të ushtrojë vendimarrjen e saj. Ka një problem që është me të vërtetë delikat në këtë fizionomi që ka krijuar gjykata kushtetuese me përbërjen e saj në numër çift. Sepse potencialisht ekziston mundësia që 8 vota të gjyqtarëve të ndahen. Në çështje konkrete të ndahen në mënyrë barabartë. Dhe kjo është e pafalshme për një institucion kushtetues, aq më tepër që për sa i përket këtij momenti, Gjykata Evropiane e Drejtave të Njerëzit ka mbajtur një qendrim shumë kritik ndaj ligjit të gjykatës kushtetuese në një çështje të një qytetari i cili ishte drejtuar gjykatës kushtetuese dhe që nuk ishte arritur në këtë gjykatë të merrte vendimarrjen plot me 5 vota, sepse domosdoshmërisht duhet të marrësh. Për pasur një vendim duhet të jenë 5 vota. Patjetër. Dhe ndërkohë, në atë çështje që u paraqit në Strasburg, është çështja Marini kundër Shqipërisë, gjykata kushtetuese për arsye objektive ishte me 7 anëtar, ishte në pamundësi për të bërë 9 anëtar, për shkak të një konflikti interesi që kishin 2 prej tyre, gjykata kushtetuese u nda 4-3. Dhe pikërisht një vendimarrje e tillë është cilësuar nga gjykata e Strasburgut si kufizim i të drejtës për akses për individin. Individi i drejtohet gjykatës kushtetuese, por në këtë rast jo vetëm individi, por kushdo subjekt, po sidomos individi, sepse rasti bëhet fjalë për individin, i drejtohet gjykatës kushtetuese për të marrë një vendim dhe gjykata nuk mund të thotë që unë nuk marr dot vendim sepse nuk arrit të bëj dot numrin 5. Pikërisht, kjo që unë përmenda lidhet me një mundësi potenciale që mund i paraqitet kësaj gjykate me numrin prej 8 anëtarësh që natyrisht votat të ndahen. Por kjo nuk e bën të pamundur funksionimin e institucionit, sepse sipas ligjit të gjykatës kushtetuese duhet të jenë minimumi 6 anëtar për të filluar shqyrtimin e një çështje. Ama domosdoshmërisht duhet të merren 5 vota për dhënë një vendim. Ndërkohë, për sa i përket 2 kolegëve të tjerë që janë pjesë e këtij institucioni dhe që ushtrojnë detyrën, natyrisht kjo është një detyrë kushtetuese që ata të vazhdojnë detyrën. Dhe nuk është çështje e tyre. Çështja e tyre është ajo kthehet në çështje personale nëse ata mendojnë ashtu siç mendoi kolegu i tyre për të larguar, por në fundi ata janë duke ushtruar detyrën sepse vetë kushtetuta i imponon që ata të vazhdojnë të qëndrojnë detyrë deri në emërimin e pasuesit. Dhe gjithë përgjegjësia në këtë rast ngjelet tek politika. Dakor, megjithatë mendoj që kushtetuta ka menduar që të jetë në detyrë për ato ditë apo ato javë sa të vi zëvendësuesi, antarët e gjykatës, jo me vite. Është për 2 vjet impas. Kjo është, atë këtu duhet ndar 2 çështje. Çështja e kushtetueshmërisë dhe çështja e moralit. Dhe sigurisht që gjyqtari në bazë të kushtetues është i detyruar, megjithëse ka përfunduar mandati dhe këta 2 kolegë janë me mandat të përfunduar që nga viti 2010, por për sa kohë që ata nuk janë zëvendësuar, ata nuk mund të braktisën detyrën. Çështja e kolegut tjetër, Ploçi, lidhet me dorëheqjen e tij dhe ky është një akt personal. Moral. Pikërisht moral,
që në fundit atë nuk e detyron dot njeri për të qëndruar në detyrë nëse jep dorëheqjen. Ndërsa dy gjyqtarët e tjerë, ata mund të qëndrojnë në detyrë derisa të emërohet pasuesi. Ama ka një problem që ju me të drejtë e përmendët, që derisa do shkojë kjo çështje. Po këtu është problemi, është çështje e gjyqtarit apo është çështje e organeve që zgjedhin gjyqtarin. Unë do të mendoja që në këtë rast në aspektin kushtetues është çështje e organeve që zgjedhin gjyqtarin. Në aspektin moral është çështje e gjyqtarit. Megjithatë duket si një lëmsh juridik që tjerët dhe duket i vështirë për të dalë prej tij. Ju si e parashikoni, do të arritet politika të pajtohet apo të gjejë gjuhën për këtë gjë apo do të vazhdojë? Ka një ngërç që vjen ndoshta edhe për shkak të një vendimarrje të gjykatës kushtetuese. Dhe ndoshta këtu në këtë drejtim këtu ka vend për të marrë pak me vendimarrjen e gjykatës kushtetuese lidhur me këtë ngërç të krijuar. Ky ngërç është krijuar fillimisht është ngruar nga politika, por në fakt duket sikur ka marrë një lloj mirëbesimi apo një lloj sanksionimi nga vetë gjykata kushtetuese. Me vendimarrjen që vetë gjykata kushtetuese, për sa i përket çështjes së rotacionit, ka marrë në vitin 2011 dhe së fundi një vendim i gjykatës kushtetuese i marrë këto ditë që lidhet me vazhdimin e detyrës të gjyqtarëve të gjykatës kushtetuese me mandat të përfunduar para 2 vjetëve deri në vitin 2013. Deri në 2013. Po, është më tepër një handicap i krijuar nga kuvendi dhe i konsoliduar me një vendimarrje të gjykatës kushtetuese të këtyre ditëve. Jam referuar shpesh në këto pyetjet e para festimit, kremtimit të 20 vjetorit gjykatës kushtetuese, pasi lexova disa deklarata interesante. Një prej tyre ishte ajo e kryetarit të gjykatës kushtetuese, Bashkim Dedja, i cili ishte shprehur se zhvillimet politike e kanë vendosur gjykatën kushtetuese në qendër të debateve. Por sipas tij, vendimet e gjykatës janë bazuar në kushtetut dhe larg politikës. Ka qenë kështu sipas mendimit tuaj në të gjitha rastet? A ka mundur politika që të ushtrojë presion të ndikojnë në vendimet që ka marrë gjykata kushtetuese, edhe për faktin që antarët e saj në fundit kalojnë nga parlamenti, pra duhet vota e politikës? Gjykata kushtetuese është gjykatë politike. Dhe kur them këtë, e them pa ndroje, jo në kuptimin që bën politikën e një partie të caktuar, por bën politikë përse. Janë 3 aspekte që unë dua të evidentoj lidhur me këtë pyetje që sa do bën. E para, gjykata kushtetuese është një ligjvënës negativ. Ajo shfuqizon ligjin. Po përmend një shprehje të Tocquevillit, ai thotë që thuajse çdo çështje politike herët ose vonë do të bëhet çështje gjyqësore. Dhe pikërisht ky mision që ka gjykata kushtetuese duke shfuqizuar ligjet të cilat i prodhon politika, e bën atë të jetë në thojza politike. Nga ana tjetër, gjykata kushtetuese është edhe një ligjvënës pozitiv, sepse ajo kur shfuqizon ligjin, ajo krijon një boshllëk dhe orienton ligjvënësin duke orientuar pikërisht në aspektin se si duhet të përpilohet ligji. Dhe në këtë drejtim gjykata kushtetuese merr funksionin e një ligjbërësi pozitiv. Dhe aspekti i tretë, që lidhet me pyetjen tuaj, është që vetë emërimi i gjyqtarëve ka konotacion politik. Atëherë, në këtë aspekt gjykata nuk i shmanget të qenit gjykatë politike. Problemi është se sa ka ndikuar politika mbi gjykatën kushtetuese. Nëse ju pyetjen e bëni për kohën që unë kam qenë gjyqtar, ndahet nga pyetja që bëhet për kohën e gjithë ushtrimit të funksionit të gjykatës kushtetuese. Megjithatë, unë ta pranoj për 20 vjet të gjykatës kushtetuese. Politika ndikon mbi gjykatën kushtetuese. Problemi është politika përpiqet të ushtrojë ndikimin e saj. Varet nga gjyqtari. Dhe pikërisht këtu kthehemi përsëri tek ai meraku që kam unë në drejtim të integritetit të gjyqtarit. Politika ndikon fort aty ku gjen gjyqtar pa integritet. Politika ka të vështirë të ndikojë tek gjyqtarët me integritet. Dhe politika që nëse për një moment mund të mendojë që këta gjyqtar i ka të sajet, nëse janë me integritet, ata nesër mund të dalin kundër politikës. Kështu që po këta me integritet mbase nuk i zgjat, nuk i propozon fare politika. Varet, nuk mund të them se nuk, jo, absolutisht, nuk mund të jem kundër kategorikisht kësaj gjëje, sepse ndoshta mund ta pëlqej politika, zgjedhjen e një gjyqtari jo me integritet. Por nuk mendoj se kështu. Në fakt ajo që bie në sy në këto 20 vite është që përgjithsisht opozita ngre zërin, opozita e gjithë kohërave, opozita e 20 vjetëve ngre zërin për gjyqtarin me integritet. Majoranca duket sikur nuk e ngre shumë zërin për integritetin. Në fakt, kur majoranca bëhet opozitë, e ngre më tepër ajo zërin për integritetin e gjyqtarit, sepse ka nevojë më tepër për atë gjyqtar me integritet. Dhe prandaj ndikimi i politikës mbi gjykatën kushtetuese është relativ. Nuk përjashtohet, por në fundit është aftësia e gjyqtarit, është integriteti i tij, është profesionalizmi i tij, i cili është në gjendje të bëjë ballë politikës. Nëse gjyqtari
nuk i bën dot ballë politikës, ajo është çështje e formimit të tij. Ndoshta gjyqtarët pa integritet kanë dëshirë të jenë në ndikimin e politikës, sepse ndërmjet kësaj ata duket sikur janë në vëmendjen e politikës dhe mendojnë sikur ndërmjet kësaj ata mund të realizojnë diçka. Përpara se të kalojnë në çështjet më konkrete, mbetëm dhe pak këtu se do të shkojmë në bllokun e parë publicitar. Më ka bërë përshtypje gjatë kohës kur hidheshin emrat për kandidaturat të presidentëve, tashmë e kemi presidentin, por në kohën kur po diskutoheshin disa emra, një prej kandidatëve të majorancës, edhe pse nuk arriti të votojë asnjëherë, por për 3 raunde ishte një nga anëtarët e gjykatës kushtetuese, zoti Xhezair Zeganjori, u përmend emri anëtares tjetër, zonjës Tusha, u përmend gjithashtu emri juaj nga opozita, nga shoqëria civile. Si shpjegohet që pavarësisht se ka këtë marrëdhënie dashuri urrëtie politika me gjykatën kushtetuese, kur erdhi puna për të menduar për kandidatura për president, ishin tek emrat që janë anëtar të gjykatës kushtetuese. Një përshtypje për këtë dhe mandej ju bë vërtet një propozim që të ishit ju kandidat për president? Ndoshta ishte mirë që politika e drejtoi syrin nga rradhët e juristëve. Kjo ishte pjesa pozitive e këtij procesi, që të paktën në vëmendjen e tyre ishte shumë e rëndësishme që pse të mos mendojmë për një president me një format të tillë juridik. Natyrisht kandidatura e zotit Zeganjori është një kandidaturë e formuar, një kandidaturë e plot, dhe që unë sigurisht kam punuar prej shumë vitesh me të, dhe që mendoj që do të ishte një figurë dinjitoze për atë funksion. Çështja e politikës pastaj, nëse ka preferenca apo jo ndaj njërës kandidaturë apo tjetrës, kjo është një çështje që varet nga vetë ata. Natyrisht, në kuadrin e emrave që prodhonte tregu ishte edhe emri im si kandidaturë, por në fakt unë pata një propozim nga shoqëria civile. Dhe që ishte një propozim që mu ofrua, ndërkohë që isha pak skeptik në drejtim të pranimit. Më të pranoja nga refuzimi, por në fundit bëra një pranim, po duke qenë i bindur që gjërat nuk do të shkojnë ashtu. Pra, thatë po, sepse dini që në fund nuk do të zgjidhej. Ndoshta po. Po a mendoni se do të ishte mirë, e thatë në fakt për rastin e zotit Zeganjori, do të ishte mirë që të ishte një jurist, një njerëz së drejtës në krye të shtetit? Në fakt edhe ai që zgjedhur vjen nga rradhët e shkencës juridike. Por një njeri që ka ushtruar profesionin e juristit, do të ishte shumë i domosdoshëm. Sidomos në kohërat kur flasim për reforma në drejtësi, dhe kur drejtësia duket se është një nga të këqijat e këtyre 20 viteve demokraci, që nuk e kemi gjetur ende ilaçin se si ta shërojmë. Do shkojmë publicitet dhe rikthehemi pas pak për të vazhduar bisedën me ish-anëtarin e gjykatës kushtetuese, zotin Sokol Sadushi. Jemi rikthyer në pjesën e dytë të intervistës. Zoti Sadushi, përpara se të kaloj edhe një herë tek çështjet, se po i shty shumë, po dua që të ezauroj me radhë. Gjithashtu më bëri përshtypje dhe aty kam pyetur një koleg timin si ka mundësi që zoti Sadushi në prezantimin e librit Drejtësia kushtetuese në zhvillim, në promovimin e këtij libri, ju keni pasur pranishëm përfaqësues nga politika nga gjitha krave. Kujtoj kryetarin e parlamentit Topalli, kryetarin e opozitës Rama, dhe dikush më tha, prit se mbase kur të vi radha për kandidaturat për president do të dëgjoni edhe emrin e zotit Sadushi. Dije që gjatë promovimit një gjë e tillë. Si ka mundësi që e bashkuat politikën tek ky libër dhe çfarë është ky libër vetvete? Tani nuk e di nëse i bashkoj libri apo nëse i bashkova unë. Por sepse faktikisht në atë kohë nuk e kisha lexuar një librin. Megjithatë, unë u ndjeva mirë që në atë promovim libri kishte përfaqësues nga të gjitha krahet politike. Në fundit është çështje që ata kanë vlerësuar ndoshta te personi im, njeriu që mund të shkojmë në këtë promovim, dhe ndoshta ja vlen që të shkojmë në këtë promovim. Kështu që ajo që unë mund të them nga kjo performancë është shumë pozitive. Në fakt ishte edhe e papritur në një masivitet të tillë, po jo në larminë e ngjyrave. Jo në larminë e ngjyrave. Megjithatë kjo u perceptua shumë pozitive dhe u mendua si një sinjal. Po pse duhet të jetë habi kjo gjë? Pse duhet të jetë habi që të jenë të gjithë palët? Pse duhet të jetë habi kjo gjë? Por fatkeqësisht është habi sepse nuk ka ndodhur deri tani për promovime të tjera. Libri Drejtësia kushtetuese në zhvillim është një punë besoj shkencore, disa vjeçare? Po sigurisht. Dhe çfarë përmban atë? Sigurisht, ajo është një punë që fillon mbas vitit 2004, mbasi unë kisha nxjerrë një libër
që natyrisht është më modest, po që është i kësaj linje, është një punë disa vjeçare që përmbledh drejtsinë kushtetuese shqiptare dhe natyrisht e para edhe në një vështrim krahasimor edhe me vendet e tjera të Europës perëndimore, lindore dhe më gjerë. Është manual për studentët apo mund ta lexojë çdo kush që merret me drejtë? Në fakt unë që kur fillova të shkruaj për librin mendova se kujt do t'i drejtohet. Dhe jam nisur me idenë që ky libër t'i drejtohet të gjithëve. Në fakt, më primare kam pasur si ide që t'i drejtohet pjesës akademike. Sepse edhe libri përpiqet të ketë këtë format. Duke ju drejtuar pjesë akademike, ai nuk lë më njan pjesën e rëndësishme të praktikës gjyqësore dhe sidomos studentët. Natyrisht ai është një libër për studentët, por më tepër ai është i domosdoshëm për studentët e masterit, të cilët e zhvillojnë dhe si një lëndë veçantë, e cila është futur aktualisht drejtësia kushtetuese, dhe që natyrisht i vlen edhe studentëve të bachelorit për të drejtën kushtetuese në tërësi. Pse është në zhvillim? Sepse ndryshon, përmirësohet, rritet, piqet, kolaudohet me kalimin e viteve, apo pse keni thënë? Mendoj që kam bërë zgjidhjen më të përshtatshme, sepse me këtë libër nuk mendoj se un kam dhënë jurisprudencën e gjykatës kushtetuese më të mirë të mundshme. Vërtet, gjykata kushtetuese ka bërë një jurisprudencë të pasur, por unë mendoj që atë që ka paraqitur gjykata kushtetuese në 20 vjet do ta përsos më tej vimësia e procesit dhe pa diskutim që kjo drejtësi kushtetuese do të zhvillohet. Sepse unë kur i kthehem viteve të shkuara të gjykatës kushtetuese dhe kur shoh vendimet e viteve të para duke i krahasuar me vendimet e viteve të fundit, me të vërtetë them që drejtësia kushtetuese është në zhvillim. Dhe ajo që unë shoh sot si vendimet e arrira, ndoshta nesër mund t'i shoh edhe me sy kritik duke parë një zhvillim të mëtejshëm që mund të pësojë jurisprudencën kushtetuese. Duhet mendojmë që drejtësia kushtetuese shqiptare është një drejtësi e re, është një drejtësi 20 vjeçare. Dhe ndoshta edhe kjo është arsyeja që unë nisa për t'i vënë titullin në zhvillim librit. Dakor. E lëm pjesën e librit me siguri për ata që kanë nevojë për të parë se si është zbatuar në vend drejtësia kushtetuese dhe si janë modelet e tjera, e kanë mundësinë që ta shohin dhe ta analizojnë. Do të merrem pak me çështjen e heqjes së dënimit me vdekje në vitin 1998, ku ju keni qenë relator i kësaj çështje, duke qenë dhe antar i gjykatës kushtetuese. Si priti politika këtë vendim? Dhe pse u zgjodh të merre pikërisht ky vendim për heqjen, për shkak të presionit nga Këshilli i Evropës? A ka qenë vendimi i duhur për Shqipërinë sipas jush? Politikën e shpëtoi ky vendim i gjykatës kushtetuese, sepse nëse duhet keni parasysh, politika shqiptare kishte dhënë një premtim në organizmat e huaja që brenda 3 vjetëve do të vendoste ratifikimin e protokollit 6. Bëhet fjalë për vitin 95, kur Shqipëria pranua si antare e Këshillit të Evropës dhe që ishte detyrimi i saj që për një 3 vjeçar ajo të krahas moratoriumit të ekzekutimit të dënimit me vdekje të miratonte edhe protokollin 6. Protokolli 6 është protokolli që bën fjalë për heqjen e dënimit me vdekje. Faktikisht në vitin 98 u plotësua afati 3 vjeçar dhe që mund kishte një sankcion Shqipëria për mos plotësim të këtij angazhimi ndërkombëtar të marrë përsipër prej saj. Ndoshta politika e kishte shumë të vështirë edhe për arsye të traditës, edhe për arsye të mentalitetit, edhe për arsye të elektoratit. Dhe përgjithsisht po të bëni një kërkim në Europë, nuk i është nënshtruar çështja e heqjes së dënimit me vdekje çështjes së referendumit, sepse nuk është e lehtë që kjo çështje të zgjidhet nga populli. Dhe prandaj është lënë gjithmonë organeve politike apo organe juridike. Në rastin konkret, Shqipërisë ju dha mundësia për të vendosur për dënim me vdekje nëpërmjet një institucioni kushtetues, si gjykata kushtetuese. Mund të ishte bërë referendum për shkak. Ka dhe mënyra tjera për të vendosur. Po sigurisht, por po të shikojmë pak traditën e vendeve të Europës perëndimore dhe lindore, dhe sidomos lindore, nuk është bërë me referendum. Dhe në fakt në vendet e Europës lindore është ndjekur tradita që ndoqi Shqipëria. Heqja e dënimit me vdekje është bërë nëpërmjet gjykatës kushtetuese. Rusia, Hungaria, Polonia, Ukraina dhe shumë të tjera. Dhe pikërisht këtë gjë që nuk arriti ta bëjë dot politika në vitin 98, ndërkohë që erdhi viti 99 dhe që kalonte një kohë nga angazhimi që kishte marrë përsipër Shqipëria, e mori përsipër për ta bërë gjykata kushtetuese. Dhe në fakt u ka një meritë veçantë gjykata e lartë, e cila inicioi një proces të gjykimit kushtetues në gjykatën kushtetuese. Pra është ajo iniciuese e këtij procesi dhe i kërkoi gjykata kushtetuese heqjen e dënimit me vdekje. Faktikisht politika u kënaq nga një vendim i tillë.
por në fundin nuk e bëri ajo. Një pjesë edhe protestoi, teksa shqiptoi vendimin. Kur them politika aktive, ajo që ishte edhe politika parlamentare. Ndërkohë që kishte edhe grupimet saktuara politike, të cilat nuk e pranuan vendimin e gjykatës kushtetuese për heqjen e dënimit me vdekje dhe faktikisht kishte edhe protesta të kësaj natyre, natyrisht jo në për masa të mëdha, por ishte një vendim që me të vërtetë krijoi një lloj reagimi. Dhe për ne nuk ishte e lehtë, për ne si gjyqtar, që të merrim një vendim të tillë. Aq më tepër edhe për mua si relator i kësaj çështje. Megjithatë ai është një vendimmarrje gjithë gjykata kushtetuese dhe është një nder që është bërë Shqipërisë me atë vendimmarrje të gjykatës kushtetuese, sepse ishte gjykata kushtetuese ajo që i krijoi mundësinë Shqipërisë që të pranojë përfundimisht me të drejtat plota nga status. Dakor, po. Në Këshillin e Evropës, në antar me drejta plota dhe më tej për të vijuar me. Madje tashmë jemi dhe kryetar të Këshillit të Radhës të Këshillit të Evropës. Mbajmë kryesinë e Radhës. Dakor, në aspektin juridik u plotësua edhe një detyrim për të bërë pjesë e familjes europiane. Po në aspektin praktik, a do të kishte qenë kriminaliteti në vend më në kontroll nëse do të ishte ruajtur vendimi me vdekje? Të cilin e ka për shumë një tjetër demokraci, cilin e marrim shpesh për model. Shtetet Bashkuara të Amerikës e kanë, e aplikojnë. Unë nuk mendoj që lënia e dënimit me vdekje do të ishte një zgjidhje e mirë për fenomenin e kriminalitetit. Faktikisht është një shprehje e përdorur nga një studius i njohur amerikan që krimi nuk mund të kurohet ndërmjet heqjes së dënimit me vdekje, ashtu si nuk mund të kurohet varfëria ndërmjet bamirësisë. Sigurisht që në aspektin e heqjes së dënimit me vdekje ndikon shumë çështja e funksionimit të institucioneve. Ka shumë rëndësi se si funksionojnë institucionet. Në qoftë se institucionet funksionojnë korrektisht dhe në përputhje me kushtetut dhe me ligjin, atëherë edhe dënimi me vdekje nuk është e vetmja zgjidhje që frenon fenomenin e kriminalitetit. Bile kam parasysh në atë kohë që u hoq dënimi me vdekje, pati edhe letra nga persona që qëndruan me vdekje, të cilët thoshin që ne nuk e duam burgimin përjetshëm, duam dënim me vdekje. Dëshironin dënim me vdekje më mirë se burgimi i përjetshëm. E imagjinoj që do ketë qenë shumë i tmerrshëm burgimi i përjetshëm. Por megjithatë është një zgjidhje e pranueshme në raport me heqjen e dënimit me vdekje. Dhe nuk mund të merret për shembull rasti amerikan që thatë ju, sepse edhe në Amerikë jo të gjitha shtetet e kanë dënim me vdekje. Dhe tendenca në botë është drejt heqjes së dënimit me vdekje. Dakor, po, është një debat i hapur në fakt publik sa herë ka masakra apo vrasje të tmerrshme, shpesh herë sigurisht, por nuk mund dalë shteti, nuk mund jetë shteti ekzekutor. Rikthimi të dënimit me vdekje. Dënimi me vdekje e bën shtetin ekzekutor dhe shteti nuk mund të veprojë në tjetër mënyrë ashtu si vepron një kriminal. E mbyllim të pjesë sepse doa të analizojmë së bashku një tjetër vendimmarrje të gjykatës kushtetuese, e kam fjalën për vendimin e zgjedhjeve të 2001-shit apo atë që njihet si fenomeni i dushkut. A mos ka bërë një gabim fatal për të ardhmen, për çfarë ka pritur Shqipërinë në vitet e ardhshme gjykata kushtetuese me atë vendim që mori në favor të dushkut, të fenomenit famshëm? Në fakt, prodhoi ata 8 deputet. Vendimet e zgjedhjeve të 2001-shit janë vendime që duhen parë me një sy kritik. Unë sot mas kaq vitesh kur i kthehem asaj periudhe, them që ndoshta në disa raste unë mund të kisha dhënë dhe zgjidhje të tjera. Nuk e di, nuk është çështja e presionit politik, se sa është çështja e konceptit që kishte gjykata kushtetuese lidhur me ushtrimin e funksionit të saj për të kontrolluar zgjedhjet. Lidhet dhe me faktin që të gjithë kandidatët për deputet që kishin humbur donin që të gjithë të bëheshin deputet, dhe kjo solli që në gjykatën kushtetuese të paraqitesh rreth 60-70 kërkesa, të cilat gjykoheshin nga 4 çështje në ditë, brenda një periudhe një mujore. Pra, e mendoni për një moment që gjykata kushtetuese u deformua në funksionimin e saj. Pra, gjykata kushtetuese filloi të merrej me një procedurë që në fakt ishte anormalitet për një gjykatë kushtetuese në botë. Është e vërtetë që edhe në botë gjykata kushtetuese merret me verifikimin e zgjedhjes së deputetëve, por nuk ndodh që në gjykatën kushtetuese të shkojnë kandidatë për deputet dhe të kërkojnë të bëhen domosdoshmërisht deputet. Natyrisht ajo ishte një fatkeqësi, më mirë të them unë, ligjore, që ju desh gjykatës të merrej me fenomenin e zgjedhjeve dhe solli pikërisht atë kritik në aspektin ndërkombëtar që gjykata ndoshta nuk ndoqi dy standarde në drejtim të zgjedhjeve. Megjithatë, gjykata në atë vendimin tuaj. Në ato vendime gjykata kushtetuese unë mendoj që ka dhënë vendime të drejta, ashtu si ka pasur raste që gjykata mund të kishte dhënë vendime të tjera. Ju përmendet rastin Dushku. Në fakt ai është një vendim që unë kur i kthehem përsëri nga pikpamja e leximit të gërmës, është vendim i drejtë, nga pikpamja e frymës është i gabuar. Gjykata kushtetuese nuk duhet të kishte dhënë atë vendim.
nuk duhet kishte dhënë atë vendim për arsye sepse është vërtet që çështja e fenomenit Dushku, sepse mori emrin e fshatit ku ndodhi pavlefshmëria e zgjedhjeve, që nuk u realizua. Zgjodhen 8 deputet. Jo, po ndodhi që nuk u realizuan zgjedhjet në raundin e parë në atë zonë dhe u shtyn për një datë tjetër. Dhe pikërisht gabimi ishte sepse proporcionali i cili ishte mbyllur në raundin e parë nuk u quajti mbyllur sepse duhet prisim edhe fenomenin Dushku, duhet prisim edhe rezultatin nga Dushku. Dhe çfarë ndodhi në çështjen e Dushkut? Ndodhi që meqense bëi fjalë për zgjedhjen e majoritarit e një kandidati për deputet dhe të proporcionalit të partive politike, partitë politike të kohës, të majorancës së kohës, insistuan që të votojë për kandidatin e partisë majorancës, të Partisë Socialiste, ndërkohë që i bënin thirrje elektoratit për të votuar për partitë e vogla të cilat i kishin koalicion dhe që nuk kishin arritur të plotësonin numrin e saktuar për të kaluar marshin e marrjes së vendeve në parlament. Dhe ajo solli një deformim të votës për shkak sepse u indoktrinuar në zgjedhësit për të votuar ndryshe për kandidatin dhe ndryshe për partinë. Në fakt, në Gjermani kjo është e pranueshme, por kur ekstremizohet situata del e dëmshme dhe del jo kushtetuese. Dhe kjo ndodhi pikërisht me faktin që nga një zonë e saktuar siç ishte zona e Dushkut, nga që nuk ishte darë rezultati përfundimtar dhe që me votimin që u krye në mas 2 javësh të mos gaboj nga zgjedhjet e raundit të parë, u arrit që në këtë zonë të përfitoheshin si dhe lloj e plotësimit të numrit të saktuar për kalimin e pragut elektoral të bëheshin gati rreth 9 deputet. Mund kishte ndërhyrë përpara se të bëjë votimi, pra llogaritje proporcionale përpara se të bëjë raundin në Dushk? Ndoshta zgjidhjet mund të ishte jo, gjykata kushtetuese mund ta kishte quajtur antikushtetuese dhe vendimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për sa i përket Dushkut. Gjykata e quajti kushtetues sepse ligji e lejonte ta quante të tillë. Por fryma e kushtetutës ndoshta mundet që të jepi edhe një drejtim tjetër. Sepse ndodhi kjo gjë që vërtet u quajt i ligjshëm vendimi i gjykatës kushtetuese për sa i përket fenomenit Dushk. Por ndodhi ajo që duke mos e frenuar gjykata kushtetuese në vitin 2001 fenomenin e Dushkut, në vitin 2005 u bë ajo që u quajt mega Dushku dhe ky precedent negativ i vendosur në vitin 2001 dhe i konsoliduar në vitin 2001 nga gjykata, u ligjërua në vitin 2005 nga të gjitha partitë, pa përjashtim, të cilat i bënin thirrje elektoratit për të votuar ndryshe për kandidatin dhe ndryshe për partinë. Dhe në fakt kjo ishte një zgjidhje e marrë nga sistemi gjerman, por që egzagjerimi çoi në deformim të votës, të peshës së votës, sepse ndodhte që pesha e votës se një fshati ishte më e rëndë, më pishon më shumë në raport me peshën e një qytetari tjetër. Kështu që nga kjo pikpamje, ndoshta në aspektin e peshës së votës, në aspektin e barazisë së votës, ndoshta gjykata mund të kishte dhënë një zgjidhje ndryshe. Zoti Sadushi, mendohet që vendimet e gjykatës kushtetuese janë të shenjta, të paprekshme, të zbatueshme nga të gjitha palët, por nuk ka ndodhur kështu në gjitha rastet. E kam fjalën për vendimin e gjykatës kushtetuese për shkarkimin e prokurorit të përgjithshëm Arben Arkipi, i cili nuk u zbatua nga politika, edhe pse vendimi i gjykatës ishte për ta rikthyer në detyrë. Unë do të thoja që se ju merrni vetëm pjesën që nuk u zbatua, në fakt nuk u zbatua një pjesë e vendimit, por pjesa më e madhe e vendimit u zbatua. Tani, o zbatuhet i gjithë vendimi, ose nuk mund të themi u zbatua vendimi për gjysmë, po pjesa tjetër jo. Nuk u zbatua kjo pjesë e vendimit. Kjo është shumë e vërtetë. Kështu ka ndodhur. Si shpjegohet që e mundson politika ta bëjë dhe këtë, mos të zbatoj një vendim gjykatës kushtetuese? Në fakt, ajo mbase duhet analizuar në kohën se si ndodhi, por shkurtimisht unë do të thoja që politika nuk dëshironte ta zbatonte një vendim gjykatës kushtetuese sepse kishte hyrë një loje të cilën do ta çonte deri në fund. Dhe faktikisht e gjithë politika shqiptare, dhe këtu kanë parasysh të gjithë aktorët politik, me parashim të një grupimi shumë të vogël deputetësh të majorancës, të cilët që të gjithë ishin kundër kësaj vendimare të gjykatës kushtetuese. Kam parasysh presidenti i kohës, kryeministri i kohës, majoranca e kohës, kryetari i kuvendit i kohës, opozita e kohës, të gjithë ishin kundër kësaj vendimare. Pse? Sepse gjykata kushtetuese për herë të parë, dhe në fakt këtu ka vlera ai vendim, gjykata kushtetuese për herë të parë i tha politikës, kam parasysh kuvendit, në radhë parë dhe presidentin në radhë dytë, kam parasysh i tha që nuk mund të lejojnë që ndaj funksionarëve të lartë të shtetit të mos respektohet kushtetuta, të mos respektohen të drejtat më elementare që ka një qytetar. Që do të thotë, nëse bëhet fjalë për të shkarkuar prokurorin e përgjithshëm, të paktën duhet ta dëgjosh. Të paktën duhet i vësh në dispozicion materialet. Duhet t'i japësh kohën e mjaftueshme për të dhënë ai opsionet e tij. Gjë që nuk ndodhi. Dhe në fakt, nëse e mbani mend, shkarkimi i prokurorit të përgjithshëm Arben Arkipi ka ndodhur brenda disa orëve.
Dhe të gjitha këto elemente kushtetues të një procesi të rregullor tek ai si funksionar i lartë i shtetit nuk u zbatuan. Dhe ndodhi ajo që gjykata kushtetuese kur mori çështjen në shqyrtim për të shqyrtuar dekretin e presidentit për shkarkimin e prokurorit të përgjithshëm, u emërua prokurori i ri i përgjithshëm. Dhe duke qenë se u emërua prokurori i ri i përgjithshëm, atëherë u krya një ngërç institucional. Gjykata kushtetuese vendosi ta shfuqizojë vendimin e parlamentit dhe dekretin e presidentit dhe t'i jap mundësi këtyre organeve ta rishqyrtojnë në radh parë kuvendit edhe një herë procedurën parlamentare të shkarkimit të prokurorit të përgjithshëm. Por handikapi ishte sepse ishte zgjedhur prokurori i ri i përgjithshëm. Dhe kjo nuk ishte çështje e gjykatës kushtetuese. Kjo është çështje e politikës. Duhet kuptojmë një diçka për sa i përket domosdoshmërisë së zbatimit të vendimeve të gjykatës. Nuk është çështje e gjykatës zbatimi i vendimit. Është çështje e organeve zbatuese të ligjit dhe të kushtetues. Dhe në rastin konkret i përkisë atyre ta zbatojnë të vendim. Nëse do shikojmë gjithë rekomandimet e organizmave të huaja në atë kohë, ato insistonin të zbatohet vendimi i gjykatës kushtetuese për çështjen e Rakibit, që do të thotë të rishikohen procedurat e shkarkimit të tij. Në fakt kjo ishte njëra pjesë e vendimit, që thashun që lidhet me moszbatimin, dhe faktikisht ai vendim nuk u zbatua. Dhe ajo ishte një njoll e errët për të gjithë politikën shqiptare, po jo për gjykatën kushtetuese, sepse ajo e bëri punën e vet, lidhur me moszbatueshmërinë e vendimeve kushtetuese. Pjesa tjetër që lidhet me procedurat që duhen ndjekur për mënyrën se si shkarkohet një funksionar i lartë i shtetit, duke pat parasysh prokurorin e përgjithshëm, apo gjyqtarët kushtetues, apo presidentin, apo çdo funksionar tjetër, natyrisht këto u zbatuan dhe rregulloria e kuvendit u plotësua, u amendua me gjitha orientimet që kishte dhënë gjykata kushtetuese në këtë vendim. Që pastaj u përdor për rastin e Sollakut, kur erdhi radha kur politika u kthye ndaj Sollakut pastaj. Në fakt vendimi Rakipi u përdor në rastin Sollaku në aspektin tjetër, sepse ky vendimi i gjykatës kushtetuese i marrë ndaj Rakipit, i cili u anatemua shumë nga opozita dhe majoranca e kohës, u përdor shumë nga majoranca aktuale për të justifikuar shkarkimin e prokurorit tjetër të përgjithshëm, Solli Sollaku. Kështu që një vendim i gjykatës kushtetuese i cili u kritikua në 2002 dhe u vlerësua në 2007 do thotë që vendimi ishte i drejtë. Po vendimi për interpretimi që keni bërë për komisionet hetimore, për ngritjen e komisioneve hetimore, ka qenë i drejtë? E ka ndihmuar mbarvajtjen e politikës? Ai është vendimi më i drejtë dhe për këtë që sapo thash, sepse që të dyja kahet politike në atë vendim. Dhe mua faktikisht më ka bërë çudi sepse të dyja kahet politike dhe bëhet fjalë për zgjedhjet e vitit 2009 që kërkonin ngritjen e komisionit hetimor për sa i përket hapjes së kutive të votimit, të dyja partitë politike, majoranca dhe opozita, partitë kryesore, kërkonin të zbatojë vendimin e gjykatës kushtetuese. Dhe që të dyja i referoheshin dispozitave apo fragmenteve apo paragrafeve të veçantë të vendimarrjes kushtetuese, duke thënë që ne po zbatojmë vendimin e gjykatës kushtetuese që të hapin kutit. Ndërkohë që majoranca thotë që ne po zbatojmë vendimin e gjykatës kushtetuese që të mos hapin kutit. Në fakt, nuk ishte defekti i vendimit të gjykatës, sa ishte tek mënyra se si interpretoheshin vendimarrjet kushtetuese. Fakti është që të dyja partitë kryesore politike e kanë respektuar këtë vendim, të paktën janë referuar këtij vendimi dhe kanë menduar që ky vendim është i drejtë, na bën të mendojmë që vendimi ka qenë korrekt. Është çështje tjetër mënyra se si këtë vendim e keq interpretojnë aktorët politikë në funksion të qëllimit që ato kanë. Dhe faktikisht ai vendim, për mendimin tim, ka një gjë shumë pozitive. Sepse për herë të parë, në vitin 2003, me atë vendim që mori gjykata kushtetuese, i njohu pakicës parlamentare, pra opozitës së kohës, dhe çdo lloj opozite në vimësi, i njohu të drejtën e ngritjes një komisioni hetimor parlamentar, duke e konsideruar si një pushtet të pakicës parlamentare, i cili nuk mund kufizohet nga vendimarrja e kuvendit, përjashtimisht rasteve të shkeljes së parimeve kushtetuese. U bë pjesë e politikës gjykata kushtetuese kur mori vendimin për mbikalimin e Zogut Zi? Jo. Bile nuk u ndikua nga presioni. Përkundrazi, ai vendim që lidhet, ai në fakt ka marrë emrin vendim për mbikalimin e Zogut Zi, por ai nuk është vendim për mbikalimin e Zogut Zi, ai është vendim për zgjidhjen e mosmarrëveshjes së kompetencës ndërmjet pushtetit qendror dhe pushtetit vendor. Pavarësisht se shkaku ishte mbikalimi i Zogut Zi. Dhe edhe ai është një vendim ku gjykata kushtetuese ndoshta për herë të parë ka konsoliduar në mënyrë doktrinare konceptin e pushtetit qendror dhe të pushtetit vendor, e raporteve që kanë këto pushtete në funksion të planifikimit vendor. Dhe faktikisht gjykata me atë vendim i ka dhënë zgjidhje çështjes duke e orientuar politikën në drejtim të respektimit të kartës së autonomisë lokale të qytetit të Rovës. Dhe natyrisht të neni 13 të Kushtetuesës së Shqipërisë i paraqon parimin e decentralizmit të pushtetit dhe të autonomisë vendore.
Kam edhe disa pyetje tjera para se të shkojmë në bllokun tjetër publicitar. Është ndryshimi mbi qëndrimi juaj ose edhe komenti që keni për ndryshimet kushtetuese të 2008-s, po këto do t'i lëm pak më vonë sepse do të flasim për imunitetin në pjesën tjetër, para se të shkojmë atje, ligji për lustracionin, si ndërhyri gjykata kushtetuese. Këto ju po përmendni disa vendime që me të vërtetë janë vendime madhore dhe në fakt këto janë vendime që gjykata kushtetuese ka lënë një emër të mirë. Pavarësisht se ligji për lustracionin apo vendimi që mori gjykata për ligji për lustracionin kishte një mediatizim kombëtar dhe ndërkombëtar, në fakt çështja e lustracionit është një çështje shumë delikate. Dhe në fakt ndoshta ai ligj i cili ishte shumë i domosdoshëm për të bërë me kohë, ndoshta vetëm në atë mënyrë nuk duhet bërë. Çështja e ligjit për lustracionin ishte përpiluar në një mënyrë ndëshkuese dhe nuk nxirrte në pamje të parë transparencën, por ndëshkimin dhe përjedhoi nxirrte në plan të parë mbarimin e funksioneve të institucioneve kushtetuese, sepse përcakton një procedurë tërësisht ndryshe për largimin e funksionarëve të shtetit nga institucionet e tyre, nga funksionet e tyre për shkak të implikimit me ligjin për lustracionin. Gjykata kushtetuese këtë ligj natyrisht e mori, ndoshta është në rastet që gjykata kushtetuese vendimin e ka dhënë mendimin e Komisionit Venecias. Po të shikoni opinionin që ka dërguar Komisioni i Venecias lidhur me këtë çështje, është pothuajse tërësisht vendimi i gjykatës kushtetuese. Është një opinion që për mendimin tim ndoshta është ndër të paktat opinione Komisioni i Venecias ka folur hapur. Përgjithsisht Komisioni i Venecias nuk flet në mënyrë kaq të drejtpërdrejtë sa çka folur në atë opinion. Ata përpiqen të jenë shumë kujdesshëm me qëllim që çështjen t'ia lënë në dorë institucionit. Por në të vetmin rast që të paktën nga përvoja ime është konstatuar, është që Komisioni i Venecias ka insistuar që duhet të bëjmë një vendim me një ligj haptëzi antikushtetues. Ku qëndronte antikushtetueshmëria e atij ligji? Në radhë të parë ai qëndronte në parashikimin e procedurave të reja ligjore, jo kushtetuese, për shkarkimin e funksionarëve të institucioneve kushtetuese. Ju e dini që në kushtetut ka procedura strikte se si shkarkohen që nga presidenti i Republikës dhe deri tek funksionarët e tjerë. Ndërkohë që ligji për pasardhësinë e figurës, i quajtur si ligji për lustracionin, jepte kompetencë fuqiplot një autoriteti që në fakt duhet ishte i pavarur, por sipas formatimit ai nuk rezultonte që të ishte i tillë, i cili mundet që të shkarkonte në mënyrë të menjëhershme një funksionar të lartë të shtetit, nëse mund të kishte implikime me ligjin për lustracionin. Një funksionar të lartë të çfarë niveli? Flasim për nivelin gjyqtar, prokuror, presidentin. Sigurisht, presidenti i Republikës, të gjithë deputetët, anëtarët e qeverisë, gjyqtarët kushtetues, gjyqtarët e lartë dhe gjyqtarët e zakonshëm, edhe në punësit në administratën publike. Pra të gjithë ishin të prekur. Pa diskutim, kush kishte qenë i lidhur me këtë që ishte subjekti i ligjit, sigurisht që ishte me një njollë dhe që nuk mund të qëndronte në institucionet kushtetuese apo dhe ligjore dhe më poshtë. Dhe pikërisht këtë kishte të re ligji për lustracionin që përcaktonte një procedurë ekstra kushtetuese për sa i përket mënyrës së shkarkimit të funksionarëve të lartë shtetit. Si ka ndodhur në vendet e tjera ish komuniste? Si është zgjidhur ky moment? Si janë larguar? Nëse ka pasur një ligj për shkrimin e figurave? Sigurisht, edhe ne kemi pasur ligj për lustracionin. Dhe në atë vendim gjykata ka bërë një panoramë të përgjithshme të mënyrës se si ka ardhur çështja e lustracionit në Shqipëri. Por në vendet e tjera lindore është zgjidhur nëpërmjet transparencës. Dhe faktikisht kjo është një çështje që duhet patjetër që njerëzit të dinin se çfarë kanë dosjet e sigurimit të shtetit. Dhe kjo është pjesa më domosdoshme që duhet të kishte ai ligj. Në fakt ai ligj nuk kishte pjesën e transparencës mbi dosjet e sigurimit të shtetit, por kishte pjesën e ndëshkimit të personave të cilët kishin kryer një detyrë qoftë si bashkëpunëtor, po qoftë edhe një detyrë si gjyqtar apo prokuror dhe që kishin kryer kishin shqyrtuar akuza për krime kundër shtetit. Dhe në fakt ky është një problem shumë i diskutueshëm, sepse implikonte edhe 4 gjyqtarë të gjykatës kushtetuese, të cilët do të vendosin lidhur me këtë ligj mbi këtë. I implikonte në kuptimin që kishin qenë bashkëpunëtor. Jo bashkëpunëtor, po kishin qenë gjyqtar dhe prokuror në sistemin e dikurshëm që kishin gjykuar për krime kundër shtetit. Dhe në fakt
Dhe në mënyrë automatike duhet shkarkoheshin. Automatikisht duhet shkarkoheshin. Dhe një ndër orientimet që jep Komisioni i Venecës në këtë opinion, amicus curiae që i kërkoi gjykata kushtetuese, ishte që ndoshta ishte detyrë ligjvënësit të kishte menduar që me ligjin që do të miratonte, ai mund të implikonte edhe gjyqtar kushtetues, dhe sidomos gjyqtar kushtetues, të cilët do t'i çonte në pamundësi për të marrë një vendim. Sepse në qoftë se do t'i largonte automatikisht nga gjykata kushtetuese funksionar të tillë, gjykata kushtetuese do vijë në pamundësi për të marrë një vendim. Dhe opinioni i Komisionit të Venecës është që përballë parimit të ushtrimit të funksionit qëndron parimi i paanësisë. Midis dy parimeve kushtetuese, që duhet të jesh i paanshëm, pra ai që quhet konflikt interesi në ushtrimin e detyrës dhe ushtrimi i detyrës mbajti i dha prevalencë parimit të ushtimit të detyrës. Por nuk kishin konflikt interesi këta katër anëtarë. Pikërisht, konflikti interesi në këtë rast përballet me parimin e ushtrimit të detyrës. Dhe gjykata kushtetuese në këtë vendim e arsyetoi çështjen mbi bazën e opinionit të Venecës që mbi dy parimeve kryesore, qoftë paanësisë, qoftë ushtrimi i detyrës, merr përparësi parimi i ushtimit të detyrës. Nuk mund thotë institucioni që unë nuk e kryej dot detyrën sepse kam disa gjyqtarë që janë pjesë e këtij subjekti. Duhej, sipas opinionit të Venecës, duhej patjetër që ligjvënësi ta kishin menduar këtë zgjidhje që ndoshta implikimi i disa anëtarëve të gjykatës kushtetuese mund ta çonte në pamundësi shqyrtimin e çështjes dhe shkonin tek një element tjetër që lidhej me mosmarrjen e një vendimi. Ose duhet të parashikonte gjyqtar zëvendësues, gjë që nuk i parashikonte dot, ose duhet patjetër që të jepte një mundësi që të mos e çonte në pamundësi gjykatën për të ushtruar detyrën. Dhe gjykata në këtë vendim tha që këta gjyqtarë do ta ushtrojnë detyrën dhe për sa kohë që ligji është hap as janë kushtetues për faktin sepse pranon procedurë ekstra kushtetuese. Unë doja të thoja diçka që lidhet me nëse presidenti i Republikës shkarkohet me 2/3 e votatve të deputetëve dhe pastaj duhet një vendim i gjykatës kushtetuese për të konfirmuar këtë vendimarrje të kuvendit, ligji për pasardhëtimin e figurës trajtonte si një procedurë ekstra kushtetuese që nuk ishte nevojë fare për këtë çështje. Kjo ishte edhe për antarët e gjykatës kushtetuese. S'kishte nevojë për 2/3. Absolutisht. S'kishte nevojë për procedura kushtetuese. S'kishte nevojë për të respektuar procedurën e shkarkimit të gjyqtarit kushtetues, të gjyqtarit të gjykatës lartë dhe të gjithë funksionarëve të lartë të shtetit. Pra, ky ligj më njanonte Kushtetuar e Republikës së Shqipërisë me procedurë ekstra kushtetuese. Dhe po të keni parasysh ka pasur reagim shumë të fortë edhe nga faktorët ndërkombëtar lidhur me këtë çështje. Faleminderit për këtë pjesë dhe Sadushi, pas publicitetit rikthehemi për të folur për çështjen e shumë përfolur, për imunitetin e zyrtarëve të lartë, të gjyqtarëve, të prokurorëve, a duhet hequr? Pas pak. Jemi rikthyer për të vazhduar bisedën me zotin Sadushi në lidhje me gjykatën kushtetuese, kushtetueshmërinë e vendimeve që janë marrë, ligjeve të debatuara, vendimet që ka marrë gjykata kushtetuese. Do të ndalem tek ai që është debati i muajve të fundit, mund ta quajmë detyra e shtëpisë e Brukselit, një nga çështjet që e ka përfshirë politikën përsëri në një vorbull konflikti apo qëndrimesh të kundërta. E kam fjalën për imunitetin. Sipas argumentave, mendimit tuaj, a duhet hequr imuniteti për politikanët, për deputetët dhe për zyrtarët e lartë? Do të saksoja diçka. Ka heqje imuniteti, ka dhe kufizim imuniteti. Në këtë raport fjalësh, unë do të mendoja që fjala më e përshtatshme është kufizimi imuniteti. Nëse bëhet fjalë për heqje imuniteti, atëherë do të vinë në radhë të parë politikanët dhe në radhë të dytë gjyqtarët. Por unë i qëndroj pikpamjes që kushtetuesa jonë ka nevojë të amendohet në aspektin e kufizimit të imunitetit. Jo për faktin sepse është një presion ndërkombëtar. Edhe jo thjesht edhe për faktin që ka një perceptim publik lidhur me korrupsionin. Por nuk ka arsye që të ketë një barrierë kaq të fortë për të kërkuar ndjekjen penale për funksionarët e lartë të shtetit. Midis funksionarëve të lartë të shtetit unë do doja të bëja një lloj diference. Unë do të ndaja funksionarët politik nga gjyqësori. Domethënë, jo se jam për të mbrojtur gjyqësorin, por nëse mund të ketë nevojë për të lënë një lloj mbrojtje, këtë lloj mbrojtje duhet ta ketë gjyqësori. Sepse është shumë e rëndësishme që gjyqtari duhet të ketë një imunitet, po jo një imunitet në mënyrë se siç është e paraqituar në kushtetutë. Heqja e imunitetit apo më mirë themi kufizimi i imunitetit është një çështje shumë e debatueshme, për cilin unë do të mendoja që duhet patjetër që të nënshtrohet një diskutimi. Sepse nuk është
vetëm një amendament i thjeshtë që do t'i bëhet kushtetutës. Amendamenti që mund t'i bëhet kushtetutës lidhet me 2-3 nene. Por çështja është për të parë se si reflekton ky amendament kushtetues në dispozitat procedurale penale. Sepse lidhet me mënyrën se si do të funksionojnë organet e procedimit penal. Dhe ajo që e bën të debatueshme çështjen është që a kanë garanci këta funksionarë të lartë shtetit që do të hiqet imuniteti, që nuk do të jenë pjesë e një persekucioni politik apo ligjor në këtë rast. Megjithatë, unë do të mendoja që nuk ka arsye që funksionari politik të mbrohet me imunitetin. Ashtu si do thoya edhe tjetër, nuk është imuniteti pengesa që aktualisht sot ne nuk kemi asnjë funksionar të lartë shtetit të ndëshkuar penalisht. Sepse sa herë është kërkuar heqja e imunitetit nga prokuroria, është realizuar në parlament. Pikërisht, mund të jenë raste shumë të rralla, po e përgjithshme është kjo që sa herë që prokuroria ka kërkuar heqjen e imunitetit, parlamenti e ka dhënë. Çështja është që prokuroria ka hetuar persona funksionar të lartë shtetit pa imunitet. A ka çuar ndonjë në gjykat? Ose më mirë themi, a ka përfunduar në një gjykim me fajësi apo dhe me pafajësi ndaj funksionarëve të lartë shtetit? Ndoshta problemi na qëndron tek organet që merret me zbatimin e ligjit, tek prokuroria, tek policia, tek prokuroria dhe tek gjykata. Ndoshta është çështje e mospasjes së një besimi në këto institucione që edhe një pjesë e politikës tenton të ruhet, të mbrohet me imunitetin. Megjithatë, unë kam përshtypje që çështja e imunitetit tani është shtruar për zgjidhje dhe ajo është një çështje që nuk ka pse të diskutohet më. Për mendimin tim, kufizimi i imunitetit është një problem që duhet patjetër të nështrohet një diskutimi parlamentar, një diskutimi konstitucionalistësh për të arritur në atë pikë që është e rëndësishme për të kufizuar imunitetin. Sepse vëmreq që të dy akajet e politikës janë dakord që të heqin imunitetin apo ta kufizojnë imunitetin. Por unë do të qëndroja një pikpamje tjetër që lidhet me mënyrën se si preket kushtetuta. Dhe unë këtu jam pa kritik, siç kam qenë kritik dhe në vitin 2008. Pavarësisht se unë kam pas pozicion në gjyqtarit kushtetues, unë kam bërë një shkrim në atë kohë, po jam treguar shumë i kujdesshëm që të mos pozicionohem qartë lidhur me amendamentet që po përgatisë politika e kohës, por unë jam përpikur të mbaj një pozicion të kujdesshëm në raportin që krijohet midis kushtetutshmërisë dhe politikës për sa i përket çështjes së ndryshimit kushtetues. Ne vuajmë nga mënyra se si duam ta ndryshojmë kushtetutën. Kushtetutën në vitin 2008 ne e ndryshuam siç thuhet brenda një nate. Unë nuk di të jenë angazhuar konstitucionalist me amendamentet e vitit 2008. Dhe nëse do të shikojmë me kujdes sot disa prej atyre amendamenteve të vitit 2008, pavarësisht substancës, për cilin me të vërtetë mund të ketë problematik, po edhe formës, që është në mënyrë se si janë hartuar dispozitat kushtetuese, aty ka vend kishte vend për të parë më me kujdes. Nëse do ishte në dorë të një diskutimi më të gjerë, popullor, profesional, çështja e amendamenteve të vitit 2008, unë kam bindje që nuk do të kishim atë produkt. Dhe çfarë ndodhi? Pikërisht ata që ishin dakord me amendamentet e vitit 2008 kërkuan më pas që të bëjnë një riformatim, sidomos në rastin e zgjedhjes së presidentit. Çfarë ndodh sot me çështjen e imunitetit? Nëse ne do ta bëjmë imunitetin në mënyrë urgjente, unë kam bindje që nesër përsëri politika do t'i rikthehet apo gjyqësori do t'i rikthehet çështjes së imunitetit. Prandaj do të ishte shumë e nevojshme që në fazën për amendamentet kushtetuese duhet të jemi të kujdesshëm. Duhet të kalojmë të gjitha fazat. E para njëherë duhet bindim veten pse duhet ndryshuar kushtetuta dhe që të ndryshosh kushtetutan duhet. Po ja, ti japun një argument sepse e kërkojnë ndërkombëtarët, sepse duhet hequr, duhet. Jo, unë këtu do të insistoja më fort. Pyetjes pse duhet ndryshuar kushtetuta, unë do t'i përgjigjesha në një mënyrë më të thjeshtë. Ka një detyrim për parti politike që kur vjen në fushatën zgjedhore, dhe prezantojnë programin e tyre politik, ata duhet t'i bëjnë qartë popullit se çfarë kanë ndërmend të bëjnë për 4 vjet. Nëse nuk e bëjnë këtë gjë në fushatën zgjedhore, në premtimin që i bëjnë popullit, të paktën ta bëjnë në programin politik të legjislaturës përkatëse. Nëse politika nuk e bën këtë gjë, nuk i kërkon popullit, që në momentin që kërkon të zgjidhet parlamenti, nuk i kërkon edhe amendamente kushtetuese për disa probleme të caktuara, nuk është aq e thjeshtë që politika të ndryshojë kushtetuën. Kjo nuk do të thotë që politika ka të pamundur të ndryshojë kushtetuën. Por ama, nëse politika do të mendojë të ndryshojë kushtetuën sepse del një problem me të vërtetë madhor, duhet patjetër duhet i kërkoj popullit më pas. Duhet i kërkoj mendimin popullit sepse kushtetuesbërësi popull është ai që quhet parësori në këtë drejtim. Kjo kushtetutë është miratuar me referendum.
natyrisht, jo çdo lloj amendamenti domosdoshmërisht duhet kalojë në referendum. Po çështjet madhore, siç ishte rasti i amendamenteve të vitit 2008, duhet domosdoshmërisht një pjesë prej tyre të kishin kaluar në referendum. Nuk mund të pretendoj që çështja e imunitetit duhet të kalojë patjetër në referendum. Por unë jam i idesë që çështja e amendamentit kushtetues duhet pa diskutim të shtrohet në një diskutim shumë të gjerë, konstitucionalistësh dhe për më tej pas të shoqërisë civile dhe të opinionit të qytetarëve, sepse janë ata në fundit që kanë bërë një kontratë me shtetin. A është normale që të preket kaq shpesh kushtetuta? Pikërisht si është praktika në vendet unë këtë po thoja. Ka një konflikt midis kushtetueshmërisë dhe politikës. Gjithmonë kur bëhet një kushtetutë, parti politike filozofinë e tyre e hedhin atë, siç ka ndodhur në kushtetutë që ne kemi miratuar. Por sapo miratohet kushtetuta, parti politike vënë re që e kanë penguar shumë vetveten ndërmjet normave kushtetuese. Parti politike kanë parasysh qeverisjen, edhe opozitën. Dhe pikërisht që në momentin që del kjo ide, fillon dhe krijohet një konflikt midis kushtetueshmërisë dhe politikës. Cilat janë zgjidhjet? Në ato vende ku politika i nënshtrohet kushtetueshmërisë, ndodh që kushtetuta të ndryshohet, ndodh që kushtetuta të jetë stabil. Në ato vende ku kushtetueshmëria i nënshtrohet politikës, siç është rasti ynë, ndodh që kushtetuta të ndryshohet shpesh. Atëherë çështja shtrohet, ne kushtetuta do ta ndryshojmë sa herë na lind një mendim, sa herë na lind një problem. Pikërisht kushtetuta nuk është e pandryshueshme. Por ne dallohemi për një kushtetutë të fortë, quhet ndryshe në gjuhën teknike kushtetutë e ngurtë, që nuk ndryshohet lehtësisht, sepse duhen 2/3 për të ndryshuar kushtetutën. Megjithatë, rregullat procedurale nuk e pengojnë politikën të bëjë ndryshime, sepse mjafton të bien dakord 2/3 e parlamentit dhe kushtetuta miratohet. Por ka një diçka, nëse bëhet fjalë për prekjen e bazave të shtetit, si është rasti i zgjedhjes së presidentit, çështja e emocionit, të besimit dhe të mosbesimit, apo çështje të tjera, domosdoshmërisht duhet patjetër që nëse nuk i është kërkuar popullit kjo gjë, të paktën konstitucionalistët dhe pini vendim më i pjekur. Po duhet patjetër që çështjet madhore ndoshta edhe të mos i shmangen referendumit. Të shkojnë në referendum. Ka ndërkohë një propozim, një draft nga Partia Socialiste që ky ndryshim, ky kufizim i imunitetit të shoqërohet me një reformë më të plotë në drejtësi, përfshi këtu dhe mënyrën se si zgjidhet prokurori i përgjithshëm me 84 vota e kështu me radhë. Jeni ndjeni të këtij drafti? Po. Dhe qëndron ku ndryshojnë në fakt qëndrimi i Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste përsa i takon imunitetit? Në fakt të dyja partitë politike kryesore janë për kufizimin e imunitetit dhe kjo është një gjë shumë pozitive. Çështja është, ato janë detaje pastaj teknike për sa i përket mënyrës se si formulohet një dispozit në raport me variantin e paraqitur nga opozita, por ajo që unë arrit të kuptoj nga dy variantet është që ndoshta kërkohet të ketë më tepër kujdes në mënyrën se si procedohet për kufizimin e imunitetit. Problemi shtrohet që a do të ketë lehtësisht mundësi prokuroria për të ndërhyrë mbi funksionarët e lartë shtetit pa marrë miratim nga kuvendi, apo pa marrë miratim nga gjykata kushtetuese për gjyqtarët. Pra, edhe pse mund të jenë pa imunitet deputetët, prokuroria prapë mund të ketë nevojë t'i kërkojë parlamentit mundësinë për të hetuar. Një mënyrë është që prokuroria nuk duhet të ndalohet të hetojë. Faktikisht sot prokuroria ndalohet të hetojë, sepse ndalon çështja e imunitetit. Ne këtë barrierë duhet ta heqim. Prokuroria duhet lejohet të hetojë. Problemi shtrohet sa dhe deri ku. Pikërisht ky është momenti që mendohet që të paktën në këto propozime që kanë bërë partitë politike dhe unë kam parë të dyja draftet, pa thënë se kush ka vlera në raport me tjetrin, sepse ato janë çështje teknike dhe unë nuk do hyj në këtë, por ajo që kërkohet nga të dyja kajet politike është që natyrisht të kufizohet imuniteti, por të ketë edhe një lloj kontrolli parlamentar në rastet kur prokuroria kërkon të hetojë funksionarët e lartë shtetit. Dhe për më tepër, ky lloj kontrolli i kërkohet në raport me hetimin e gjyqtarëve. Unë jam një mendimi që faktikisht prokurorinë e ka penguar imuniteti për hetimin e gjyqtarëve. Sepse dhe natyrisht edhe të funksionarëve politikë, sepse prokuroria nuk mund të fillojë të gjyqtarëve, se të funksionarëve politikë nuk i ka penguar. Nuk dua të bëj një lloj diferencë, por e kisha më tepër tek gjyqtarët sepse është më tepër edhe është përmendur ose gjithë sulmi është drejtuar ndaj sikur gjithë e keqja i vjen
drejtësisë, i vjen nga drejtësia. Po. Në fakt, unë mund të them që me të vërtet në drejtësi ka gjyqtar të paftë, ashtu si ka dhe gjyqtar të aftë. Ka gjyqtar të pandershëm, ashtu si ka dhe gjyqtar shumë të ndershëm. Problemi është që të gjithë këta trajtohen një lloj. Dhe në këtë aspekt, ndoshta edhe organet proceduese, ndoshta edhe organet që merren me procedimin qoftë penal, qoftë disiplinor të gjyqtarëve, nuk janë në gjendje që të hetojnë aty ku duhet. Ndoshta kufizimi i imunitetit i jep një mundësi prokurorisë për të filluar çështje penale pa marrë miratim nga KLD-ja. Ndoshta kufizimi i imunitetit i jep mundësi prokurorisë, siç mendohet, për të përgjuar gjyqtarin, në këtë rast kam parasysh edhe politikanët, patjetër, për aspektin e kryerjes së veprimit të caktuara. I jep mundësi për ta marrë të pandehur gjyqtarin apo politikanin për akuzën që i bëhet. Por nuk i jep mundësi për t'i ushtuar një kontroll vetjak dhe një kontroll banese, të cilat faktikisht janë çështje që kanë të bëjnë me personalitetin e tij. Është shumë e rëndësishme që ndoshta në këtë pikë insistohet dhe ndoshta unë do të isha i idesë që për sa i përket kontrollit personal dhe kontrollit vetjak, kontrollit banesës, ndoshta kërkohet një lloj miratimi. Sepse ndryshe pastaj, nëse ne do ta lëmë të pambrojtur tërësisht gjyqtarin, do të jemi ne ata që mbasi të bëjmë këto ndryshime kushtetuese, do themi që duhet patjetër të mbrohen gjyqtarët apo funksionarët e lartë duke i vendosur një barrierë. E rëndësishme është për të kuptuar një diçka. Imuniteti duhet kufizuar. Këtu jemi dakord që të gjithë. Po thuaj se të gjithë, pa përjashtim. Por kam vetëm shqetësimin si. Dhe sia përgjigjen e ka nëpërmjet një procedure tepër të kujdesshme për amendamentet kushtetuese. Nuk mund të bëhet kushtetuta kështu siç është bërë deri më sot. Pra amendamentet kushtetuese duhet patjetër të nënshtrohet një diskutimi të gjerë dhe mundësisht diskutimi të ekspertëve konstitucionalistë. Një nga analistët zërat kritik, por që shpeshherë dhe të thelluar në argumente të tilla, Lubonja ka shkruar për çështjen e imunitetit dhe thotë se argumenti ai është pro në parim të diskutimit dhe të heqjes madje të imunitetit, por thotë se argumenti kryesor është se në mungesën e sundimit ligjit, siç është rasti i Shqipërisë, heqja e imunitetit mund ta dëmtojë dhe më rënd demokracinë nëpërmjet keq përdorimit të këtij ligji nga majoranca. Sa rrezik ka kjo vërtet që majorancat e radhës ta shfrytëzojnë kufizimin apo imunitetin e hequr për hakmarrje, për luftë politike, dhe si e kanë zgjidhur vendet e tjera këtë? Pikërisht ky është rreziku që ekziston tek të gjithë ne, edhe hezitimi që kemi. Ne nga njëra anë jemi partizan të kufizimit të imunitetit, nga ana tjetër themi ndoshta me të vërtetë duhet kufizuar kur mendon se çdo lloj majorancë e kohës mund të ushtrojë presion mbi gjyqtarin, mbi funksionarët e lartë të shtetit dhe të mos e lejojë atë të kryejë detyrën. Faktikisht ekziston si mundësi që institucionet shtetërore të ushtrojnë ndikimin e tyre, diktatin e tyre, presionin e tyre mbi gjyqtarët, që është pjesa më delikate e këtij procesi, mendoj unë. Por ndoshta në botën e qytetëruar ky fenomen ka kaluar apo ky shqetësim ka kaluar për sa kohë që kanë konsoliduar drejtësinë. Ne të gjithë këtë hezitim e kemi se ne nuk kemi një gjyqësor të fortë. Ne nuk kemi një gjyqësor të besueshëm. Në qoftë se ne do kishim një gjyqësor të besueshëm, jam shumë i bindur që nuk do të ekzistonte kjo frikë. Po duke mos patur një gjyqësor të besueshëm, të gjitha veprimet abuzive që mund të bëj administrata publike, institucionet e specializuara, nuk do gjejnë mundësi të përplasen në një gjyqësor të pavarur. Dhe pikërisht frika për këtë dobësi që ka gjyqësori e shkakton dhe këtë lloj pasigurie për kufizimin e imunitetit. Po kur është hartuar kushtetuta, pse i është dhënë kaq shumë imunitet i plot gjyqtarëve, zyrtarëve të lartë, politikanëve? Me çfarë argumente? Është edhe çështje e zhvillimit të demokratik të vendit. Po të shikojmë, domthonë, kur u hartua kushtetuta rreth 8 vjet kishte, 7 vjet kishte Shqipëria që kishte hyrë në fazën e pluralizmit dhe demokracia ishte e brisht, siç mund të themi ende sot e quajmë ende të brisht. Nuk e di nëse me të vërtetë quhet e brisht, por faktikisht duhet të qëndrojmë kësaj ideje. Dhe pikërisht u mendua që forcimi apo dhënia e imunitetit funksionarëve të lartë shtetit ishte një lloj garancie që ata të ushtrojnë në normalitet detyrën. Në fakt ishte e domosdoshme. Për kohën ishte e domosdoshme. Sot gjërat kanë avancuar, ka një lloj sigurie më të madhe në raport me disa vite më parë, për sa i përket mënyrës se si funksionojnë institucionet, por nuk ka një garanci absolute që qytetari apo funksionari shtetëror apo gjyqtari do ta gjejë të drejtën
në dyert e gjykatës, nëse do të kontrollohet, nëse do të hetohet apo do të përgjohet në mënyrë të paligjshme. Gjyqtari, si është praktika në vendet e tjera me demokraci më të konsoliduar, që kanë kaluar fazën e brishtësisë? Ky nuk është problem për botën e qytetëruar. Çështja e imunitetit nuk është problem, është çështje e kaluar. Nuk e kanë. Nuk e kanë. E kanë në mënyra shumë të kufizuara, por përgjithsisht nuk e kanë. Faktikisht çështja e imunitetit është më tepër çështje e vendeve të Europës lindore dhe kryesisht të vendeve në zhvillim. Sepse ishte, siç e thash, e domosdoshme vendosja e një mbrojtje të tillë kushtetuese funksionarit për të ushtruar në normalitet detyrë. Në fakt është shumë e rëndësishme që funksionari ta kishte një mbrojtje të tillë kushtetuese, sepse nëse nuk do të kishte një mbrojtje të tillë kushtetuese, atëherë institucionet shtetërore mundet që të përdorin forma nga më të ndryshme për ta vënë në trysni të funksionarë të lartë të shtetit, këtë gjyqtar për të dhënë një vendim të nesërmen. Nëse ato të përdorin të gjitha metodat duke mos qenë imuniteti. Duke qenë imuniteti, gjyqtari, funksionari i lartë i shtetit ndihej pak më i mbrojtur, por ne nuk kemi nevojë për një mbrojtje totale, kaq të plot. Ky është gjithë diskutimi që bëhet. Hajde diskutojmë, ta kufizojmë imunitetin, është koha dhe janë pjekur kushtet për të folur për një diskutim të tillë, por le të bëhet në kohën e dur me konstitucionalist dhe me një debat më të gjerë. Dhe ndoshta mos të vrapojmë për 6 gushtin. Nuk e di, 6 gushti mua më duket një afat, është afati minimal që përcakton rregulloria e kuvendit. Nëse do të shikojmë rregullorinë e kuvendit, ajo ka një afat dujavor që i lë detyrë që projekt ligjin e paraqitur nga partitë politike ta shqyrtojë Këshilli për Licitacionin dhe Komisioni i Ligjeve, i cili vendos lidhur me këtë projekt ligj dhe që nga ky moment fillon faza e konsultimit, ku ngrihet një grup konstitucionalistësh që duhet vendosin të paktën jo më shpejt se 3 javë, që i bie në periudhën kohore i bie paraportësisht 6 gushti të vendosin për amendamente kushtetuese. Ndërkohë që ka edhe një diskutim tjetër që hyrja e amendamenteve të reja, e propozimeve të reja, domosdoshmërisht i nënshtrohet kësaj procedure. Dhe nëse se propozimet e bëra nga opozita i nënshtrohen pikërisht kësaj procedure atë data 6 gusht duhet shtyhet të mos ketë atë presion. Shtyhet sepse e shtyr rregulloria e kuvendit. Qartë. Atëherë, duke qenë në këtë fazë, unë do të mendoja që nuk ka arsye që nëse nuk arrihet të diskutohet gjërësisht çështja e amendamenteve kushtetuese, nuk ka arsye që të vendosen afate. Është shumë e rëndësishme që të mos shkohet pafundësisht çështja e imunitetit të deputetëve dhe të funksionarëve të lartë të shtetit, por edhe afate të prekluzive është pak e vështirë. Faleminderit për këtë pjesë, publiciteti i fundit për të rikthyer për të folur për atë që quhet ndryshe demokracia direkte, referendumet. Pse nuk janë bërë ndonjëherë në Shqipëri? Mos ka probleme ligji? Rikthehemi pas pak. Jemi rikthyer për të vazhduar bisedën me zotin Sokol Sadushi, jurist, ish antar i gjykatës kushtetuese, eksperti së drejtës kushtetuese gjithashtu. Në fund të kësaj bisede do doja të flisja për një çështje që ka pasur vëmendjen e shoqërisë civile dhe të qytetarëve. Çështja e importit të plerave siç njihet tashmë dhe peticioni i firmosur nga rreth 60.000 qytetarë për të mbajtjen e një referendumi. Gjatë debateve që kam zhvilluar në fakt dhe informimit që kam marrë rreth çështjes, kam zbuluar dhe nga ekspert juridik se ligji i referendumeve është pak problematik. Dhe sa janë amenduar kodet zgjedhore që e bëjmë pas çdo përfundimi të procesit zgjedhor, nuk është prekur kjo pjesë e ligjit të referendumeve. Dhe është pak sa i komplikuar, është bërë gati në një mënyrë perfekte për të mos realizuar kur referendume në Shqipëri. Është e vërtet? Është problematik ligji i referendumeve? Dhe si justifikohet që prej 98-s nuk është mbajtur asnjë referendum në Shqipëri? Nëse ka një mënyrë që të mos bëhet referendumi, zbatoj ligjin për referendumit. Nuk kështu do ta tillojja. Aq i komplikuar është. Mos bëj referendum, diq ligjin për referendumin. Pikërisht, sepse faktikisht ai ligj ka qenë pjesë e kodit zgjedhor të vitit 2003. Dhe sot neve e kemi të shfrytëzuar kodin zgjedhor të vitit 2003 dhe kemi lënë të paprekur edhe në çështjen e ligjit e kapitullit që bën fjalë për referendumet. Në fakt ka një diçka që duhet të jem pak edhe i kujdesshëm në mënyrën se si e shpreh atë mendimin e parë. Sigurisht që ne duhet të kemi parasysh që sovraniteti në Shqipëri ushtrohet nëpërmjet përfaqësuesve apo drejt për drejt. Dhe është shumë e rëndësishme që kushtetuta është hartuar në këtë formë, që do thotë i ka dhënë përparësi përfaqësuesve, pra deputetëve, dhe ka lënë rreth të dytë referendumin. Pra ky është një formulim kushtetues që ndoshta i qëllimshëm,
ndoshta për vendet në zhvillim, i pranueshëm që të mos bëhet referendum për çdo lloj çështje. Por ama, kjo nuk do të thotë që për demokracitë e reja unë do mendoja që të ishin sa më të hapura ndaj referendumit. Varet, është edhe një qendrim tjetër. Është edhe një qendrim tjetër që nëse në demokracitë e brishta çdo çështje do ta kalosh në referendum, mund të bëhet pengesë për avancimin e mëtejshëm të vendit. Sidoqoftë, kjo nuk do të thotë që të mos bëhen referendume. Pikërisht. Çfarë problemi ka ligji? Unë përmenda këtë për të thënë që ka një kufizim, por ama ligji faktikisht ka krijuar disa pengesa procedurale, të cilat e kanë bërë të vështirë bërjen e një referendumi. Konkretisht janë afatet. Janë subjektet. Sidomos për bërjen e një referendumi për shfuqizimin e ligjit apo siç është rasti që ju përmendët, apo për një çështje të njërësisë të veçantë duhet 50.000 votues që të nënshkruajnë një peticion dhe mbi bazën e kësaj procedure një grup prej 12 disputaresh janë ata që i drejtojnë. Duhet të firmosin, të japin kartën e identitetit me disa. Ajo është pjesë e domosdoshme. Ajo është pjesë e pranueshme sepse me thënë drejtën aty ndoshta me drejt KQZ-ja ka insistuar që duhet patjetër të jenë me kartë identiteti sepse jo kushdo mundet që sepse mund të ketë dhe persona të cilët nuk kanë moshë përkatëse apo nuk kanë zotësim për të vepruar etj. Dhe për një lloj duhet domosdoshmëri që të identifikohet personi. Problemi qëndron tek mënyra të pengesa që ka krijuar Kodi Zgjedhor, pra ligji për referendumin, në drejtim të mënyrës se si duhen bërë referendumet, apo se si duhet procedura dokumentare për bërjen e një referendumi. Këtu do shtoja pak përveç pengesave që krijon Kodi Zgjedhor dhe vullnetin jo kushtetues të KQZ-s. Sepse nëse do t'i referohemi pak periudhës referendumit që u kërkua për çështjen e Vlorës, të tecit të Vlorës, KQZ-ja mori një vendim 3-3. Nga 7 antar, ishin 6 pranishëm, njëri nuk ishte i pranishëm, mori një vendim 3-3. Në një rast të tillë, sigurisht që kuptohet që mbledhja do të shtyhet, do të merret një vendim të vijë shtati, do të merret vendim. Një vendim 3-3 e quajti të mbyllur çështjen. S'ka vendim dhe për një lloj çështja nuk i nënshtruar procedurave referendare. Çështja tjetër që lidhej me importin e plerave. Në fakt, në mënyrë se si është hartuar ligji për referendumin, aty ka vendosur një afat. Afati është në qoftë se nuk përfundojnë të gjitha procedurat dokumentare dhe të vlerësimit të dokumentacionit nga organet përkatëse brenda datës 15 mars, referendumi shtyhet për vitin pasardhës. Dhe kjo është një pengesë që KQZ-ja e ka përdorur në rastin e fundit. Meqense deri në 15 mars të këtij viti nuk ka përfunduar procedurat, që nënkupton procedurat e vlerësimit të çështjes nga ana e KQZ-s, atëherë referendumi shtyhet për vitin pasardhës. Ndoshta një emet në vendimin e KQZ-s mund të jetë ajo që KQZ-ja o duhet ta kishte pranuar çështjen o duhet kishte vendosur refuzimin e çështjes, por ajo ka thënë që e pranon bërjen e referendumit, por do t'ia dërgojë dokumentat gjykatës kushtetuese dhe parlamentit me datën 3 janar të vitit 2013. Ky është një handicap që vjen pikërisht nga ligji parashikon në instancë finale është gjykata kushtetuese që vendos për referendumin. Po, sigurisht gjykata kushtetuese vendos, por janë pengesat në afate dhe në procedura që vendos ligji për referendumin që e bëjnë të pamundur ose më themi shumë të vështirë zhvillimin e procedurës referendare. Mbasi KQZ-ja vendos që çështja i plotson kushtet për të bërë referendum, ky dokumentacion i dërgohet gjykata kushtetuese e cila vendos domosdoshmërisht brenda 60 ditëve nëse çështja që shtrohet për referendum është kushtetuese apo jo. Dhe ka pasur praktikë të gjykatës kushtetuese, rastin e zgjatjes së moshës për pension, të cilën gjykata kushtetuese e ka quajtur si jo kushtetuese zhvillimin e referendumit për sa kohë kjo çështje prekte buxhetin e shtetit. Dhe është një ne në kushtetut që ndalon bërjen e referendumit për çështje që lidhen me buxhetin. Dhe pikërisht ky është një moment. Ndërkohë që çështja që u paraqit së fundmi në KQZ, ajo ka ngelur e bllokuar për shkak të faktit që me datën 15 mars të vitit 2012 nuk ishte përfunduar procedura. Ndërkohë, i është lënë kalimi i dokumentave 3 janarit të vitit 2013, por unë do të thoja pikërisht pengesën e radhës që parashikon ligji, por në këtë rast ndoshta nuk është faji i ligjit, por është fakti që në 2013 ne kemi zgjedhje dhe nuk lejon, sipas afatit që ka vendosur ai ligj, nga marsi deri në dhjetor të vitit 2013 nuk ka referendume.
Sepse kështu e kërkon ligji. E kërkon ligji 6 muaj. Nuk është ishte normale që për një shtet relativisht të varfër t'i baj bashkë zgjedhjet referendumin, pse të ketë kosto, se referendumi ka një kosto. Apo kështu e ka parashikuar ligji, nuk i ka menduar aspektet financiare. Në fakt aty nuk lejohet të bëhet një referendum në ditën e zgjedhjeve. Ndërkohë që ne kemi pasur praktikën e mëparshme që ne kemi bërë referendumin për monarkinë në ditën e zgjedhjeve. Kjo është një çështje që ngjelet për të diskutuar, por është një pengesë tjetër që krijon ligji për sa i përket bërjes së referendumit. Pra edhe sikur ta marrim të mirë që gjykata do të vendosë, gjykata kushtetuese do të vendosë në favor të referendumit. Jo, çështja nuk i ka shkuar gjykata kushtetuese. Gjykata kushtetuese do të shkojë çështja në janar të vitit 2013. Edhe sikur ta zëm se do ta marrë atë vendim, nuk bëhet sepse janë zgjedhje. Sepse e ndalon pikërisht afatet kohore. Fakti që në 2013 ka zgjedhje. Dhe 6 muaj para përfundimit të mandatit të kuvendit aktual. Dhe 3 muaj mbas zgjedhjes së kuvendit të ardhshëm nuk ka referendum, që do thotë 9 muaj nuk ka referendum. I bie parafërsisht periudha mars-dhjetor 2013 nuk ka referendum. Këto 60.000 firma të qytetarëve mund t'i konsiderojmë të çuara dëm, të djegura për shkak të procedurave? Jo, sepse nëse gjykata kushtetuese vendos në janar në shkurt të vitit 2013 që po, referendumi është kushtetues, referendumi do të zhvillohet, por jo në 2013, por në 2014. Dakor. Mendoni se janë bërë enkas këto yçkla ligjore për të evituar referendumin? Nëse e kujtoni kur e fillova përgjigjen e pyetjes tuaj, e fillova me nenin kushtetues që përcakton që sovraniteti ushtrohet në mënyrë të përfaqësuese ose drejt për së drejti. Dhe pikërisht ndoshta vetë populli nëpërmjet kushtetues ka pranuar që të japi pak më tepër përparësi demokracisë përfaqësuese nga demokracia direkte. Por natyrisht pa e mohuar çështjen e demokracisë direkte, sepse ajo është pjesë e ushtimit. Që dal pak në mbrojtje popullit, a thua të gjithë e kanë kuptuar atë që votuan për kushtetutën, gjithë nenet? Prezumohet që po. Prezumohet që po. Megjithatë, kur juristët nuk kanë qenë në gjendje që ta kundërshtonin apo të mendonin ndryshe nga ajo që është shkruar. Mendoj që e kanë kuptuar kulturën e një populli tërë se sa ka qenë gjendje ta. E drejtë, shoh megjithatë mendoj që atë që mund ta ketë bërë pengesë kushtetuta, nuk besoj se duhet ta krijojë si pengesë të dytë të ligjit. Ligji ka hapësira ose duhet krijojë hapësira që të mos e bëjë të pamundur zhvillimin e referendumit. Nëse ligji pranon që nuk bëhet referendum një në 4 vjet kur janë zgjedhjet, ligji nuk duhet ndalojë që referendumi të bëhet në 3 vitet që pasojnë zgjedhjet apo përpara zgjedhjeve. Kështu që në mënyrën se si është shkruar ligji dhe për fat të keq edhe në mënyrën se si KQZ-ja ka vepruar në drejtim të zvarritjes së procedurave derisa e çoi çështjen faktikisht në tej 15 marsit të vitit 2012 do të thotë që referendumi është i vështirë të bëhet në Shqipëri. Me paraqim të rastit të politikës, që nuk pengohet të bëjë referendum, populli është penguar për të bërë referendum. Kam një pyetje që e lash jo me dashje të fundit, por nuk është e fundit për garancia. Ka qenë tepër e debatuar marrëveshja e ujrave me Greqinë, gjithashtu i quajtur antikushtetuese nga gjykata kushtetuese. A mund të na shpjegoni ku qëndronte antikushtetueshmëria e atij ligji dhe nuk pati presion nga majoranca që të mos merrë ai vendim kundër? Jo, presion nuk ka patur. Unë mendoj që është vendim shumë i drejtë. Në fakt, këto vendime janë pak të diskutueshme për opinionin ndërkombëtar, ndoshta edhe kombëtar ndonjëherë, sepse i bie që gjykata kushtetuese të zgjidhë çështjen për vendin e vet, ndaj një shteti tjetër. Ajo që e lehtëson këtë frikë që mund të ekzistojë në funksion të këtij argumenti që sapo thash, është që nëse do të shikojmë të gjithë praktikën e gjykatës ndërkombëtare të Hagës që lidhet me drejtën e detit, në të gjitha rastet e tjera, kemi rastin e konfliktit që është krijuar midis Hollandës, Danimarkës dhe Gjermanisë për sa i përket ndarjes së ujrave territoriale, apo Libi, Tunizi dhe Franca dhe Britania. Në të gjitha rastet, gjykata ndërkombëtare ka marrë për bazë pikërisht një parim që është shumë i rëndësishëm, që gjykata kushtetuese shqiptare e zbatoi. Janë dy parime, parimi i ekitesë dhe parimi i barës largësisë. Këto janë terma teknik, po unë me 2 fjalë do përpiqem t'i shpjegoj shkurtimisht. Parimi i barës largësisë është një vizore që ndan në mënyrë të barabartë 2 anët e territoreve të shteteve. Dhe përgjithsisht parimi i barës largësisë zbatohet kur 2 shtetet janë përballë njëri tjetrit. Për shembull, rasti i Italisë dhe Shqipërisë është një rast ideal që mund të përdoret parimi i barës largësisë, i vijës së mesit. Një vizore që ndan në mënyrë të barës larguar pikat nga qendra. Ndërkohë që ka një parim tjetër që është shumë i rëndësishëm dhe që gjeti vend në rastin e vendimit të gjykatës kushtetuese, është parimi i ekitesë apo equitable solution, që është zgjidhja më e drejtë, zgjidhja më e arsyeshme, zgjidhja më e mirë. Çfarë është ky parim? Ky parim është që nisesh nga vija e mesit,
Por shtetet në negociata fillojnë dhe tolerojnë nga njëri tjetri. Në rastin e Shqipërisë dhe të Greqisë, Shqipëria kishte shumë avantazh që të zbatonte parimin e equitable solution. Për të negociante. Të negociante dhe të shkonte te zgjidhja e drejtë dhe e arsyeshme, dhe jo të parimi i baras largësisë si ndodhi në rastin konkret. Në marrëveshjen e Ure është zbatuar parimi i baras largësisë, i cili ishte disfavorizues për Shqipërinë dhe favorizues për shtetin fqin. Ndërkohë që parimi i ekites ishte i tillë që Shqipëria dhe Greqia të negocionin me qëllim që të mos vendosin një vizore në mes dhe të mos merreshin disa kritere që janë shumë të rëndësishme në bazë që të vendosë pikërisht që zgjidhje qylla. Shqipëria kishte disa avantazhe që lidhen me faktin që është shteti bregdetar, është kontinenti. Pjesa e Korfuzit është ishulli. Ky është një kriter shumë i rëndësishëm. Është pjesa e relievit të thyer, i cili është një kriter që duhet merret përballë pa diskutim në raste të kësaj natyre. Të gjitha këto, apo çështja e shkëmbive dhe e cekinave të ndryshme që u bën dhe objekt diskutimi i shkëmbit barketa etj. Pra janë disa tema teknik që duhet ishin marrë përballë nga ana e komisionit që u ngrit për këtë qëllim, për të marrë më të mirën e mundshme. Në fakt, ajo që unë do të mendoj për këtë çështje është që vërtet gjykata kuqëzuese dha një zgjidhje të drejtë. Dhe jo se dha një zgjidhje nacionale, dha një zgjidhje të drejtë. Sepse kjo është edhe zgjidhja edhe i gjykatës ndërkombëtare që merret me drejtën e detit në shumë raste të tjera. Por unë do të mendoja që në qoftë se kjo çështje nuk do të ketë një mirëkuptim midis dy palëve në negociatat që do të zhvillohen, atëherë vetëm një zgjidhje për mua është që kjo çështje të kalojë gjykatës ndërkombëtare. Në këtë rast tua me këtë marrëveshje apo me një marrëveshje tjetër që mund? Sigurisht, gjykata kuqëzuese e quajti antikushtetues marrëveshjen atë që me miratua. Greqinë, por për sa i përket marrëveshjes së re, e cila duhet të nënshkruhet, të negociohet dhe të nënshkruhet nga ana e palëve, në qoftë se është e vështirë në drejtim të gjetjes një konsensusi, mund të shkojë ndoshta raste të tilla gjejnë një zgjidhje më të drejtë në gjykatën ndërkombëtare. Dhe unë mendoj që në qoftë se çështja do të shkonte në gjykatën ndërkombëtare, kam bindje që Shqipëria do të fitonte më tepër nga që fitoi në herën e parë. Për ta mbyllur, sepse kam ende pyetje por nuk kam më minutazh, sepse duhet. Thuhet shpesh që demokracia funksionon kur në vend ka the rule of law, shteti i së drejtës. A mund ta themi këtë për Shqipërinë dhe sa larg jemi asaj ditës kur shteti i së drejtës është funksional? Shteti i së drejtës funksionon. Problemi shtrohet a funksionon në mënyrë të përsosur apo jo. Sepse e gjithë kjo bisedë që u zhvillua, sonde u zhvillua pikërisht në funksion të shtetit të së drejtës. Fakti që ka një organ që merret me realizimin e drejtësisë kushtetuese dhe që ka një kushtetutë kompakte, e cila duhet respektuar nga gjithë institucionet, dhe që ky organ ndërhyn për të ruajtur dhe balancuar pushtetet dhe në funksion të mbrojtjes së drejtave dhe lirave themelore të njerëzit, këto janë elementet bazë të një shteti të së drejtës. Pra, kushtetuta kompakte, një organ që realizon drejtësinë kushtetuese në funksion të mbrojtjes së drejtave të njerëzit janë themelet bazë të një shteti të së drejtës. Problemi shtrohet që si arrin këto institucione të përmbushin këtë mision të rëndësishëm. Të respektojnë pavarësinë e njëri tjetrit, ta ruajnë. Se nuk mbetet vetëm gjykata kuqëzuese të zgjidhë këtë çështje. Dhe nuk është mirë që gjykata kuqëzuese të zgjidhë gjithmonë çështje të kësaj natyre. Në botë këto çështje më tepër janë të zgjidhura nga fakti që kanë dy dhomshin. Është sistemi i dy dhomësh, kanë dhe senatin. Shqipëria për fat të keq nuk e ka këtë gjë. Ndoshta një senat, ndoshta një dhomë e dytë, një dhomë e lartë, do të ishte një pengesë shumë e fortë për politikën e dhomës ulët. Se bërë gjykatën kuqëzuese gjithmonë si një organ që sulmohet në vijimësinë politike. Mund ta quajmë. Sepse nuk ndodh në botën e qytetëruar, aty ku të paktën ekziston dy dhomësh, nuk ndodh që të gjitha çështjet të shkojnë në gjykatën kuqëzuese. Në Shqipëri, të gjitha çështjet e parlamentit, pra të gjitha çështjet me impakt të lartë shkojnë në gjykatën kuqëzuese, por nuk është mirë që gjykata kuqëzuese të zgjidhë të gjitha çështjet e politikës. Natyrisht ajo është mirë që dhe parlamenti nxjerrë ka shumë ligje problematike për interpretimin e kushtetuesës. Nëse parlamenti nxjerr ligje problematike, të paktën një filtr që mund të ishte rasti që u përmenda një dhomë e dytë mund të krijonte një lloj barriere për të mos e implikuar gjykatën kuqëzuese në sulmet e vazhdueshme të politikës. Fakti që nuk ekziston do thotë që ngelet i vetmi organ që do të bëjë ballë dhe varet nga ajo se sa do jetë në gjendje të bëjë ballë të gjithë problemeve që do kenë pushtet e ndërmjet tyre. Faleminderit Sadushi për këtë intervistë tonë në Tonight. Faleminderit për gjitha sqarimet interesante do t'i konsideroja, por mbi të gjitha tepër të rëndësishme për politikën, për të reflektuar dhe për të mos lejuar që të vazhdojmë në 20 vitet e ardhshme kur të vinë përvjetorët e radhës, qoftë gjykatës kushtetuese apo vetë kushtetutës, të kemi kaq shumë probleme për diskutuar. Faleminderit që vini sot në Tonight. Faleminderit.
Thank you.